Kur lexoni në lajme që jemi një nga vendet më të korruptuara në Europë, edhe në botë, çfarë ju thot kjo? Asgjë. Sepse shifrat nuk na trondisin më. Ndoshta është faji ynë, ndoshta është zgjuarësia e atyre që përpunojnë opinionin publik. Por korrupsioni është bërë si gripi. Ne e dim që ka rënë grip, po vetëm kaq. Po shpëtuam mirë, po na kapi, do sajohem. Edhe kështu e kemi kthyer në normale, në simptom shoqërore. Sot fëmijës tim, unë nuk duhet i mësoj si të mos vjedh. Unë duhet i mësoj si të mos kapet. Edhe ky është mutacioni moral më i frikshëm që mund t'i ndodhë një kombi. Sepse kjo s'është më thjesht korrupsion. Kjo është dorëzim. Është një shoqëri që nuk e lufton, po e konsideron normale. Si kafen e mëngjesit, si byrekun e drekës, ashtu dhe korrupsionin e ditës. Edhe e pranon. E pranon si kohën, si gripin, si diçka që se ndryshon dot. Por ka një gjë. Korrupsioni ka emër, ka fytyrë, ka adresë. Mediat i kanë denoncuar, ne te Piranjat i kemi denoncuar, Spaku i ka deklaruar, i ka prangosur, i ka në netim ose në kërkim. Atëherë, pse flitet prap në përgjithësi? Pse të korruptuarit flasin për korrupsionin më shumë se sa ne? Pse kur dikush vjedh në supermarket, del me emër, me mbiemër, me video, po kur dikush vjedh shtetin, na dalin edhe me deklarata që fillojnë me duhet të luftojmë fenomenin e korrupsionit. Cilin fenomen më? Jo. Ky fenomen ka fytyrë, ka emër, është njeri konkret. Dhe ka një vijë shumë të hollë që ndan të mirën nga e keqja. Është një tjetër akoma më e hollë që ndan të keqen nga indiferenca. E nëse se dallojmë më, do me thënë që e kemi kaluar vijën. E nëse s'na bën më përshtypje, do me thënë që jemi bërë pjesë e saj. E unë nuk po them të dalim protesta apo të dilin për fushata me gishta ngritur, sepse sistemi që ushqehet nga korrupsioni nuk do ju lerë as të dilin në lajme. Po herën tjetër që do shkosh do votosh, prit 30 sekonda. Po, vetëm 30 sekonda. Dhe në ato 30 sekonda, kujto fytyrat e korrupsionit. Jo shifrat, jo fjalët, fytyrat, emrat. Sepse korrupsioni ka emër. Se si më duket që të ngjitem në skenë kështu vetëm fare, por për fat nuk do t'jem vetëm. Siç mund ta keni kuptuar, i ftuari im për sot është aktori i njohur i teatrit, i kinemas, Besmir Bitraku! Përpara se fillojmë, ne po na ndodh një fenomen shumë i çuditshëm këtu te Piranjat. Ndërkohë që euro është grop dhe vetëm bie, gjatësia e të ftuarve të mi vetëm rritet. Okej, kështu është kur bie valuta, del Banka e Shqipërisë, blen euro për ta balancuar, dakord. Po ju çfarë do blini apo do blini Flavion? Jo, ne kemi bërë ftesë Erion Braçes, sepse edhe unë besoj që më mirë se këtu nuk gjen një vend për të treguar edhe shqetësimet e tij, për më tepër unë do të isha shumë e kënaqur që ta kisha në krah. Bes, nuk e di, a e pe në rrjetet sociale arrestimin e një trafikanti armësh pas denoncimit dhe investigimit që është bërë tek Piranjat? Po e pash, në fakt edhe më kujtua mami kur ishim të vegjël. Mami me armët. Mami me armët. Përveç se ka los mami me armë, po më kujtua kur na thoshte kur ishim të vegjël që kujdes, mos dil me çorape grisur se të qeshim bota. Kurse mua më thoshte mami, bëre gafi grisë çorape, gjej vend e futur. Garsi botës. Faktikisht investigimi i Piranjës son fra Ardërista që bëri të mundur që policia e Fierit të kryente një aksion në një banesë e cila çfarë nuk kishte municione, armë të gjitha llojeve. Automatik, karikator, shënjestra optike, pistoleta me silenciator, kishte silenciator me silenciator. Pistoleta uji. Nuk të gjitha. Domethënë vetëm dronët mungonin atij tipi se mund të aplikonte për në NATO.
Që ky investigim fakt erdhi në mënyrë shumë të natyrshme tek piranjat, sepse u zgjuam një ditë të bukur në mëngjes dhe zgjodhëm paqen. Zgjohesh me paqe. Zgjohesh, merr kafe dhe thua, "Ore, sa e lehtë është të blesh armë në Shqipëri?" Dhe çfarë thot Frardërista? Shkoj u pyes. Po pyesim thot. Se Frardi, se ti nuk e di Frardi ynë është mësuar edhe me kështu situatat komplikore. Përgjithsisht kadru. Okej. Këtë pyetje do ishte mirë ta bënte edhe policia e shtetit në mëngjes apo? Jo, më tash policia e shtetit. Po policia e shtetit ka çështje tjera më të rëndësishme, zgjohet mëngjes, do pi kafe, do pi kafe tjetër, vjen dreka. Ka drekën, janë halle tjera. Për të gjitha grupet kriminale të interesuara, investigimi i radhës i jep përgjigje një pyetje $1 milion. Sa e lehtë është të blesh armë në Shqipëri? Të shumë se di, kjo është për qesha. Për gjëra më të afërta kontaktoni në DM. Patjetër. Silenciator, kështu gjëra të vogla. Mikrofonat janë rregull? Gati? Gati. Jam sot këtu përballë jush për t'u dhënë një informacion. Jam një prind, i shqetësuar më tepër, sepse në qytetin ku unë kam lindur, jam rritur, edhe ku jetoj, po ndodh një fenomen e çuditshëm. Nëse dikush do porosisi një armë, edhe dikush do porosisi një picë, mendoj se më përpara do t'i vej arma se sa pica. Në filmin Zoti i luftës, Jurior Lovi, interpretuar mjeshtërisht nga Nicolas Cage, mes shumë shprehje shikonike thot: There are over 550 million firearms in worldwide circulation. That's one firearm for every 12 people on the planet. The only question is, how do we arm the other 11? Por ky film i bazuar në historinë e vërtetë të një trafikanti armësh ka 20 vite që është realizuar, sepse aktualisht vlerësohet që në të gjithë globin të ketë rreth 1 miliard armë të lehta, pra 1 për çdo 8 persona. Shumica e tyre në duart e civilëve. Po Shqipëria. Në rastin e fundit të vrasjes së një gjyqtari në sallën e gjyqit u rikthye edhe një herë në vëmendje qarkullimi i armëve në duart e njerëzve, kryesisht të grupeve kriminale. Kuptohet që një pjesë e madhe janë në qarkullim që pas hapjes së depove të armatimit në vitin 1997. Por ky fakt nuk i ka ndryshuar as pak objektivat e trafikantëve për të sjellë armë të reja, automatike dhe pistoletat e një gjenerate më të re se sa Kalashnikov i Poliçanit apo TT-ja e famshme kineze, e përdorur në më shumë se 2 dekada, si nga policia, ashtu edhe nga krimi i organizuar. Kjo tendencë për të ecur me hapin e kohës ka shkuar paralel mes të mirës dhe të keqes. Ndërsa policia e shtetit është pajisur me pistoleta të tipit Glock apo Beretta, edhe në duart e grupeve kriminale apo individëve të inkriminuar ka një shtim të armëve të markave dhe modeleve të ndryshme. Madje edhe nga ato që nuk mund ta imagjinosh se mund t'i gjesh aq lehtë në qarkullim. Si për shembull kjo pistolet Walter, një vintazh e cila përdorej nga oficerët e ushtrisë gjermane në luftën e dytë botërore. Po çfarë do kjo armë në duart tona? Këtë do ua tregojmë pas pak. Jam babaj 3 fëmijëve, kam 3 djem, të 3 i kam në mosha të ndryshme. Është mosha ku lulëzon rinia, ku fluturon më saktë. Dhe nuk dua që të fluturojnë me armë, duke bler armë, duke marrë jetën e dikujt tjetër. Por dua që të shkollohen edhe të jenë të denjtë për këtë jetë që po jetojnë. Kjo është ajo e cila më shpyti që të vi tek ju. Ajo që po dëgjojmë në anonimat nga ky zotëri është një nga denoncimet më të forta që janë bërë në një emision televiziv dhe ka të bëjë me një sipërmarrës tepër të suksesshëm në trafikun e armëve të zjarrit në mes të qytetit të Fierit. Një biznesmen më të quajnë. Ka një biznes të vogël që bën edhe shet pica. Nuk e di se nga është në origjinë, por e di që është Fierat. Ai quhet Melesin Ramaj, i cili veç picave tregton edhe armë. Ja tregton adoleshentëve, fëmijëve tanë. Nuk dua që në nesër djali im apo djemtë e mi të blejnë një armë të marrin jetën e dikujt, apo djali tjetrit të blejnë një armë atje të marrin jetën e djalit tim. Prandaj edhe unë erdha këtu. Zëri i këtij zotërie është i ndryshuar për të mbrojtur identitetin e tij, por dridhjet ja kemi ndjerë që ditën e parë që e takuam. Një zë i mekur i një prindi që nga njëra anë ka frikë, por nga ana tjetër është i vendosur të denoncojë palishmërinë në një qytet ku, siç e tha dhe ai vet, më lehtë të gjen një armë se sa një picë. Me çfarë kam dëgjuar, nëse mund të thuash ku mund ta gjej një armë, shumë njerëz do të adresojnë tek ai. Në gjuhën e marketingut kjo është word of mouth. Pra Milasini është bërë aq i famshëm dhe popullor sa që të gjitha rrugët të
të çojnë tek piceria e tij e famshme në mes të Fierit. Në këtë vend shumë njerëz shikojnë shumë gjëra dhe nuk flasin, sepse i ndruen një të keqe. Kanë frikë se mos e keqe i vjen deri të shtëpisë. Shumë e din, sepse unë kam komunikuar me djalin që kam 23 vjeç. Një ditë pas një debati që djali im kishte, edhe më tha, o ban, qofse unë do t'i kisha debatet më të mëdha, do kisha vajtur te piceria, do kisha bler një armë atje dhe do t'i kisha zgjidhur vetë, nuk të thoja fare ty. Dhe kjo më shqetësoi më tepër. Dhe aq më keq që edhe dy djemt të tjerë ishin prezent aty. U shokova. Në fakt, çdo prind i përgjegjshëm do të shokohej nëse do t'i dëgjonte ato fjalë nga fëmia e tij. Aq më tepër kur flitet për fakt konkret. Sa vite mund të ketë kjo gjë? Ka disa kohë, disa vite më saktë që punon me biznesin e armëve. A njihni ndonjë person tjetër, bashkëpunëtor të tij? Nuk e di nëse dikush mund ta kaloj lumin i vetëm, por unë s'njoh njeri. Ke informacione të detajuara se çfarë armë shet? Pistoleta mund të ketë, mbase ka edhe top, edhe kallash, por pistoletat janë diçka që janë edhe armë të vogla që mbahen në brezë dhe bëhet zarari më i shpeshtë. Për zotrin, për aq sa e njoh dhe sa flitet, është një adoleshent i vonuar, mund ta quaj. Nuk di se kush është e mira dhe kush është e keqja. Ai është një besimtar musliman, por jo në Zot. Zoti i tij, për mendimin tim, është vetëm paraja. Një besimtar që beson në Zot nuk mund të përzihet me krimin. Veshja nuk të bën prift, thot italiani. Po ashtu edhe mjekra nuk të bën musliman. Aq më tepër hoxh. Edhe unë, dikur, në moshë të re time, kam bërë krime, kam bërë zullume, por nuk u shtyta më mbas. Unë sot jam 53 vjeç, kam 3 fëmijë. Djalin e madh është kam 23, kam tjetrin 20 edhe tjetrin 17. Nuk do më vinte mirë nëse djali im bënte zullume. Unë që jam djegur, nuk dua që të digjet edhe fëmia im. Jo fëmia im vetëm, por edhe fëmijët e tjerëve. Ky është apeli i një babai i cili, nga sa tregon, nuk ka qenë kurrë një ëngjëll, por që sot ka marrë guximin të denoncojë një nga krimet më të mëdha që i bëhet njerëzimit, shitja e armëve të zjarrit. Por si mund të arrijmë ne te ky person? Nuk është se kam në një marrëdhënie me ta, por kemi dikë të gatshëm, një mikun tim nga Veriu që ka bërë burg me një ish turistin e tij në shtetin Belg. Po a pranon ky miku të bashkëpunoj? Po, e kemi të gatshëm. Ma lër mua këtë punë. Këtu kuptojmë që mundësia për t'ju afruar trafikantit ekziston, aq më tepër kur shohim motivimin e personit me të cilin po flasim. Në këtë pikë duhet të sqarojmë diçka. Nuk mund ta dimë se nga vjen ky zemrim. Mund të jetë e vërtet ajo që na tha deri tani, por mund të jetë edhe akmarrje personale. Gjë që realisht në këtë moment nuk është në interesin ton. Sepse e rëndësishme për ne është që të infiltruarin mik me denoncuesin e kemi të gatshëm për të na ndihmuar. Shoku im nga Veriu ka folur me këtë ish motoristin e këtij që ka punuar te piceria. Ka edhe një hall të zgjidhur dhe mendoj se ai mund të jetë ka rremi dur për të kapur peshkun, sepse ka marrë një lek borxh, i krijohet ideja se do fitojnë një lek, do ta bëj prezantimin. E sigurt. Gjërat duken mjaft të organizuara, prandaj vendosim të mos humbim kohë, duke kontaktuar më parë me agjentët e policisë së Fierit, të cilët vijnë në dispozicion të këtij operacioni mjaft delikat. Plani që do të na afrojë me trafikantin është blerja e një pistolete, gjë për të cilën e ka paralajmëruar edhe motoristi me të cilin kemi marrë kontakt. Prandaj dy të infiltruarit tanë paraqiten pranë picerisë së Milasinit në orët e pasdites së 11 tetorit, aty ku po i pret bashkëpunëtori i tij, i cili pa dashje është bërë edhe bashkëpunëtori ynë, por këtu na nisin problemet, sepse pavarësisht se na kishte lënë një orar fiks takimi, ai është larguar me makinë duke na lënë të presim përpara biznesit që vetë administron. Prej disa orësh ndodhemi të kamufluar shumë pranë qendrës së qytetit Fierit, jemi edhe pranë vendit ku do të bëhet shkëmbimi armë para. Punët e im kanë ardhur këta mobilierët e shtëpive, në gjysore tha. Trafikanti i armëve premton se do të vijë nga minutin në minutë, por nuk po duket. Ndërkohë pranë rreth e rrotull kemi edhe agjentët civil të policisë së qytetit Fierit, të cilët do të bëjnë ndërhyrjen në kohën e dur. Shpresojmë që gjithçka të shkojë mirë dhe me sukses. Por pritja jon shkon përtej të gjitha parashikimeve. Ndërmjetësi dhe dy personat e infiltruar bëjnë gjatë gjithë kohës ecejake në rrugët e qytetit, ndërsa 38 vjeçari është zhdukur pa lënë gjurmë. Janë momente kur të gjithë nisim të dyshojmë që gjërat nuk do të shkojnë mirë dhe ai mund të jetë informuar për planin ton, por ndërsa në qytet ka rënë mbrëmja dhe ndërmjetësi ka bërë më shumë se 10 telefonata e mesazhe, më në fund një automjet Mercedes-Benz ngjyrë zezë afrohet dhe nga aty zbret personi që po prisnin prej orësh. Kjo shprehje do të kishte kuptim nëse do të flisnin për picerin,
Klerin, por në fakt ne jemi aty për armët. Dhe kur vjen puna tek to, zoti është mirë të liet më njan. Ajo e ndryshmja, unë haqe ka marrë për zotin. Kishe lek ti, mora ta. Haqe mbante çmimin ai, e ka marrë pa fishek, me fishek. Këtu Milasini përpiqet të na krijojë idenë se ai nuk është një person që merret me trafikarmësh, por thjesht e ka pranuar atë në formë kleringu, por Xhliu nuk ka patur para dhe në vend të tyre ai ka pranuar një armë. Gjë që një njeri normal i cili beson në ligj dhe në fe nuk e bën. Ose tjetër trajgjysat Valter. Po, unë pa vajten. Kush mendon se pazar për çmimet bëhet vetëm te tregu çam, gabohet. Edhe në aktivitete ilegale negociohet. Madje me shuma të konsiderueshme. Një krau, që të pagon unë për jetë dhe pagon. Pago ka 50 copë, për 2.5 $, dhe të vinjë. Habia e të infiltruarit tonë është e kuptueshme pasi përveç çmimit tepër të lartë të një pistolete, jo aq të kuotuar nga krimi organizuar, që nuk e konsideron një armë me prezencë, 38 vjeçari na ka ofruar fishek me 250 lekë të reja copa. Këtu kuptojmë se Milasini nuk është thjesht trafikant, është dhe pak tregtar. Të ulte pistoleta e të ngrete fishekët. Mua dhe këtë që ta kuptot më ka ngelur, unë nga fëmërijë të thamë, që do hekre? Ta marrë 3 sopë shumë, një e shita. Mund të ngjaj bindse kjo historia e 2-3 pistoletave që i kanë mbetur në dorë, por këtu ka një problem, sepse informacionet tona janë të sigurta që ky individ posedon një numër të madh armësh për shitje. Dgjoj, po të më pyet, e gjao mas të madha kemi edhe. Do i kallash. Po mund gjejmë, po nuk gjejmë tani bambame. Po, e nuk kallash. Varë që do njëzë, janë edhe ata janë... Kinez, ose Pëliqani. Pëliqani shqiptarë, sa? A janë të përdorura në nënkupton? A është kryer ndonjë krim me këto armë? Ti që ka marrë unë, pa përdorura e di që janë. Mund të shikuj me kovertizit. Po e shikojmë, për të veta marrë unë e ka bje. Ja, këtu fridi. Edhe pse jemi në mes të fjerit, as 100 metër larg nga bashkia, ai nuk mendoi dyherë, por niset për të na e sjellë armën aty. Sjellna edhe karikaturën e vetë, se çaj sjell, një kuti komplet. Po ai kimi ka zgjuar. Një kuti komplet. Po sjellon me kutin edhe vëllëzën i kilën. Ndërkohë tani që u shtuan fishekët, tentohet për një tjetër pazar. Sa për në le gjithë apo? Le me gjithë kutin, aq 3.5. 3.3 edhe. Mirë 3.3 ta le. Në vetë shpejt se vetë më shpejt. Është vonë edhe kështu jena rrezikojmë. Të udhëtosh në mesnatë nga Fieri drejt Tiranës me një pistolet në makinë është një mision i vështirë për këdo. Mjafton një post blok policie për të hyrë në probleme serioze. 3.3 me gjithë një pakot. Me sa duket ai ka premtuar diçka ish punonjësit të tij si falënderim për gjetjen e Blerësit, mirë po me uljen që bëri nuk duket shumë i lumtur. Rregullohesh ti me ta. Pazari u mbyll dhe trafikanti bashkë me ish punonjësin e tij nisen për të marrë armën. Pritja e kësaj here zgjat jo më shumë se 10 minuta, gjë që na jep idenë se baza është aty pranë. Pasi 4 burrat në makinë janë sistemuar në një rrugicë pas pallateve të qendrës, trafikanti nxjerr një qese të mbështjellë mirë, brenda së cilës është pistoleta. Po doja ai. Kujdes se ke makinë sa të nkra. Se të? Çfarë? Ta di, to jam atë fora në kotoria. Po di. Logo E pas kërë dhe pas këtë onë në grasë. Shkoj nga tjetë makina, e të kësë këtë një qesë. Pasi plaçka është kontrolluar, na mbetet vetëm të bëhet këmbimi. Shkoj të marrë më lekë. Ja, i të marrë. Për të bërë pagesën, duhet të kthehemi në qendër, pranë prefekturës së qytetit, me pretekstin se lekët i kemi në makinën e parkuar aty pranë, gjë që e shqetëson Milasinin. Tu ku jemi ne jemi që keqe. Ja, lekët e jepim na qesën e marrë është më. Jo, shefat e krimeve këtu mblidhen pikë. Në fakt, po, agentët e policisë janë vërtet aty. Jo në kafe, por aty rrotull. Dhe si një sy i stërvitur ai e nuhat se diçka nuk po shkon. Kush është ai pullati që bësh? Së dëgjohet. Nuk të shkoj mirë sot, e? A të shkoj mirë? Herë tjera si të ka shku? S'kam punuar. Herë tjera si të ka shku? Nuk i gja. Dakord.
Të bësh pyetje në këto kushte nuk është më e mira e mundshme. Por çfarë mund të bënim tjetër përballë padurimit të policisë për të na e marrë të intervistuarin nga duart? Aq më tepër kur kishim ditë të tëra që po punonim për ta kapur. Nese, e kuptojmë që kjo ishte për sigurinë tonë. Sot do shisje burrave, ditë tjetër? Në i të riu adoleshenti? Jo, asnjëherë. I sigurt? Asnjëherë. Sa kohë ke që e bën këtë punë? Nuk punoj ti. Sa kohë ke që e bën këtë punë trafikimin e armëve? Nuk punoj punë ti. Pasi trafikanti është prangosur, shoqërohet menjëherë drejt komisariatit të policisë së Fierit, aty ku do të merret në pyetje nga agentët lidhur me të gjithë aktivitetin e tij të paligjshëm, të cilin kemi dokumentuar. Në këto momente, jashtë komisariatit policisë së Fierit do të bëhet një kontroll i makinës ku dyshohet se është dhe armat. Jemi vetëm 5 minuta pas arrestimit të personit të dyshuar. Ndërsa jemi në pritje përpara komisariatit, njoftohemi se baza është gjetur, ndaj na duhet të lëvizim së bashku me efektivët e policisë. Gjithçka ishte fshehur në një shtëpi të pabanuar në lagjen Kastriot, e cila shërbente si bazë kriminale ku mbahej arsenal armësh, pjesë të ndryshme dhe municion luftarak, me qëllim shitjen për kryerjen e krimeve kundër personit. Në total u sekuestruan 13 armë zjarri, 3 prej tyre të modifikuara për shënjestër optike dhe për silenciator, u gjetën 2 silenciator, 10 karikator dhe qindra fishek të kalibrave të ndryshëm. Më mirë se ka që mund të bëjë, nuk e di. Si e më përcimin ti? Apo dy drejta paralele që nuk bashkohen asnjëherë. Mirë, po me udhëtimin si e, të pëlqen të thosh? Më pëlqejnë udhëtimet e shkurtra në fakt. Bravo, do të çoni një vend fantastik. Do shkojmë në Paskuqan. Pjesë e bashkisë Kapës. Jo, po do të çoni një vend. Ti nuk e ke parë kur këtë që do të tregoj tani. Sepse bëhet fjalë për një kantier ndërtimi në formë matrioshk. Si, matrioshk, pra hap themelet e pallatit ti që do ndërtosh, të del një themel tjetër surprizë aty. Dhe kryetari i Bashkisë Kamës nuk mban përgjegjësi për këtë. Po bravo. Mirë më mirë se janë mërzitur, duke luajtur Tetris me ndërtime, domethënë. Ka nevojë edhe për trillet e reja, ka nevojë ata. Ata të shkretët që nuk ka nevojë për trille as të reja, as të vjetra, po vetëm për pak qetësimi, si janë banorët e pallatit ngjitur, të cilëve po u rrezikohet pallati ku ata banojnë. Mirë, tash mos bëjnë kështu dhe ata tani kot. Mos bëni kështu tani edhe jo, sigur pallati po jo rrezikohet. Kush duhet marrë përgjegjësi për këtë punë? Po kryetari i bashkisë duhet mbajë përgjegjësi prapë. Jo. Po ç'po ka kryetari i bashkisë? Pse t'jap llogari? Si? Po si në fakt ai se shkoi gazetari e pyeti, ai bëri humor. Po shkruaj. Mirë e ka ai. Shiko, të them të vërtetën se këtë do ta them. Nuk je për humor, vlla, mos bëj më batut. Pes, jo, ke shumë të drejtë. Jo, e sheh? Ke shumë të drejtë. Ai është një lider i vërtet. Sepse një lider i vërtet bën humor, bën batuta, nuk merret një lider i vërtet tani me çikërrim, ajo është me leje, është pa leje, jo punë themelesh, po të lutem tani këto janë thërime, të lutem mo bes tash. Mirë, dakor, mos e transmetoni. Jo, duhet transmetoj, po mos e kemi shumë mirë është ai, lesa jeni në rregull ti. Jo, mos e kemi përgatitur. Ore ti je Terezi, vjen edhe në mision, bën dhe ligjet e tua. Hajde tani, do e ndjekim. Ndjekim. Bindem shpejt, jam i martuar. Se duket 2 metra kështu. Po rrezikohet shembët i pallat? Ure ti e ku shembët zanë ti për poshtë. Unë besoj që duhet jeni pak më serioz në këtë gjë. Dikën sorraqa seriozitetin ke.
Ky është Rakip Suli, kryetari i Bashkisë së Kamsës, që në ndryshim nga surrati im jo serioz, ka një fytyrë mjaft të bukur, paqësore dhe inteligjente. Në karrierën e tij politike, ai mbahet mend për një fjali që do të ndryshonte përfundimisht historinë e Kamsës. O zoto perëndim, vaje mense gazetare. Kjo shkolla me gropa skeptike në vitin 2019-20 është e pafashme. Por kjo është një histori e së shkuarës, sepse ne ishim aty për ta takuar për një hall vërtet të madh të komunitetit që ai drejton. Pavarësisht se për t'i bërë bish të vërtetës, ai e degeneroi bisedën në vlerësime për surratin tim. Jemi në Paskuqan, atje ku prej pak vitesh blloqe të tëra pallatesh po ndërtohen pas një kriter urbanistik, duke shfrytzuar çdo pëllëm tokë, pa llogaritur pasojat, siç është ky rast i pallatit që po ndërton 2 në konstruksion, ngjitur me një pallat ekzistues. Problemi kryesor është se çnohet pallati, ka shkon themeli, nuk e di se si kanë marrë lejen. Rruga e përdorin kontra tabel, mjetet e tonazhit lart, nuk kemi po as kontrat bashkie. Depoja ujit që furnizon pallatin është poshtë rrugës, rruga ka filluar të prishet. Mjafton të shohësh këto pamje për të kuptuar se si një pallat ku banojnë 10 familje është jo më shumë se 2 metra nga gropa e hapur ngjitur me të, duke shkuar deri në themele. Një kriter ndërtimi që në një vend normal nuk do të guxonte njeri as ta mendonte. Kemi bërë denancim në komisariat, komisariati deri më sot as i përgjigje. I bllokoi punimet 3 ditë, ka vazhdu prapë. Bëhet fjalë për këtë kallëzim, të bërë pranë oficerit të policisë gjyqësore Dritan Koldreu në komisariatin e policisë Kamës, i cili ende nuk dihet nëse ka shkuar apo jo në prokurori, pasi banorët ende nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Madje as ne. Alo, zoti Koldreu, si jeni? Mirë. Jam me Don Kuçi, gazetar nga Pirania. Të marr për pak se jam në mbledhje, të marr për pak. Oficeri Koldreu shtende në mbledhje dhe sa të dalë do të na telefonoj. Patjetër. Kemi bërë shkresë këtë institucioneve, ala as kemi marrë si përgjigje. I gjithë betoni është ngryer në krahë anësore. Gjatë kohës kërmimeve është njëjta gjë si me tërmet. Fëmijët janë tromaks. Pak të merren telefon nga puna babi hade se po bie tërmet. Të rritur dhe fëmijë, të detyruar të shohin gjithë frikë dhe dyshim investimin nga kursimet e një jete, për shkak të babësisë së ndërtuesve që nuk njohin asnjë kriter. Kam ardhur shqetësimin që kanë banorët e pallatit që është ngjitur me pallatin që ju po ndërtoni, kanë lëvizur themelet dhe ne rrezikohemi. Nuk është e vërtetë. I keni parë ju shtëpiat? Jo. Që ndërtosh ti një pallat, a është normale që të rrezikohet të Unë t'jap projektin shoku. Në projekt duket bukur. Ne donim ta shikonim te gropa, që banorët thonë se po dëmton pallatin e tyre, jo vetëm betonin që hidhet për ta mbushur tashmë. Ti ke drejt ose këta kanë drejt ti drejtohen institucioni që unë kam shkel lejen apo s'kam shkel lejen, ka që morën historia. Këtu do të bëjmë një ndërprerje nga kjo bisedë për të kthyer pas të kohë, në vitin 2019, ku pas tërmeti shkatrimtar të 26 nëntorit, me pasoj 51 jetë të humbura, kryeministri veproi me dorë të hekur ndaj ndërtuesve që nuk zbatonin kriteret. Një nga këto, edhe ndërtime të tilla ngjitur me pallatet ekzistuese. Pra gjithë ta banorët kanë gabim që thonë që neve nuk rrezikohet pallati. Ja fusin kot. Pra të gjithë kanë gabim dhe ja fusin kot. Përveç këtij zotërie, i cili këmbgul që banorët gënjejnë. Le ça thon. Unë edhe kush më ka dhënë lejen mua. Në fakt, këtu ndërtuesi ka thënë diçka të vlefshme, sepse përveç ti, pesha e përgjegjësisë mbien mbi atë që i ka dhënë lejen për të ndërtuar. Zoti Suli mirëmëngjesi, e doni nga Pirania. Kam marrë këtu për një problem që kanë banorët e Paskuqanit. Po, të një pallati më saktë. Po, ku ndërtohet një pallat ngjitur me ta nga kompania 2N. Nuk kemi kundër zhvillimit, por që pallati i ri i ka themelet ngjitur me pallatin e vjetër. Po. Çfarë të shqetëson diçka tjetër? Banorët kanë frikë. E kuptoj se kanë dhe drejtën e vet. Okej, ne të falenderoj që je shumë i shqetësuar, u çan dhe hallin. Faleminderit. Ironia e këtij personaliteti përballë hallit të qytetarëve që kanë zgjedhur është vërtet mbreslënse. Uroj si djalë i ri, kesh pak më sinqert, më ndesh, metër për drejt, mos mashtrosh, dakord. Domethënë është mashtrim dhe nga grupona, prej pak larg. Se çka më grip, por uji nga unë, mëse ti mbasi nuk e do shëndetin tonë, do shëndetin. Larg qoftë ne i gjen gjë zotin Suli. Nuk i kemi punët mirë më pas. Zotri, ideja. Ma mos zotri. Bëni një studim ku jepni lekë. Patjetër. Kush pretendon për pronën? Jo, s'është çështje. Si pa punë tani ti? Thjesht janë banorë. I pa punë zotri. Çka kanë frikë? Çore. Kanë frikë? Regjistro se kanë frikë. Kanë frikë. Banorët kanë frikë, por edhe zoti Suli duhet të ketë frikë me shkeljen e ligjit që ka kryer bashkë me vartësitë e tij, sepse ligji për planifikimin dhe zhvillimin e territorit në nenin 34 të tij është i qartë për distancat mes ndërtimeve, ku thuhet se për distancat objekt-objekt, distanca minimale e lejuar midis dy ndërtimeve do të matet me shumën e numrit të kateve mbi tokë të ndërtimeve që përballen plus 2 metër. Pra pallati ekzistues është 8 kate dhe largësia gjithmonë nëse i përmbahemi ligjit duhet të jetë 8 plus 2 metër, pra 10 metër në
total. Por sa është zbatuar ky ligj, në ndërtimin e pallatit të kompanisë 2N, kjo shihet qartë edhe nga këto pamje që kemi regjistruar. Do ta merrni pak më seriozisht, do jo më. Po çfarë më seriozisht ti thjesht, me duket si pa punë. Se çfarë ka këtu për qeshur e për të bërë cinikun, këtë vetëm ky zotëri mund ta di. Genial. Shkojmë tani pak. Shko po kshetit dy masë. Po rrezikohet shembet i pallat. Urë ti e fut shembet zan ti për poshtë. Unë besoj që duhet jeni pak më serioz në këtë gjë. Duket sorraça seriozitet e ke. Jam serioz me ti. Jo, bashkia duhet të jetë më serioze. Mashtrues me ti. Shkojmë prokurori, mos edhe mas me. Në prokurori do ta çojmë banorët. Ne do të bëjmë punën tonë. Pasi kompania e cila po ndërton pallatin, duke se ka një histori dashurie me Bashkinë e Kamzës, janë qindra milion lek për 2N konstruksion, nga punët publike të marra përsipër, që nga koha që zoti Suli mori detyrën e kryebashkiakut, madje ndonjëherë duke skualifikuar dhe pjesëmarrësit e tjerë nga gara, vetëm që 2N SHPK të dilte kompani fituese, ose dhe fitues me negocim, pa u bërë fare njoftimi i tenderit, si në këtë rast. Tani të kthehemi edhe një herë tek pallati dhe tek retorika plot humore zotërisë që Kamza ka fatin ta ketë kryetar. Nuk e zgjidh vetëm pse vjen ti nuk e zgjidh. S'do me zgjidh pa. O nuk e zgjidh, para te jemi pa përgjithshëm. Rik tani. Ju keni obligim ju taj meje. O rik tani nuk e zgjidh. Ka prokurori, ka gjykat hec. Po lejeni keni dhënë ju. S'ka asnjë lloj problem. Zyrtim atë. Zoti Sulje, duhet jeni pak më i përgjegjshëm për të bërë detyrën tuaj. Leja për ndërtimin është dhënë nga bashkia dhe duhet mbani përgjegjësi. Pas këtyre përgjigjeve të zotit Sulje, për një gjë jemi të sigurt. Estrada e Kamzës është në rrugën e duhur. Ndërkohë për problemin e një komuniteti, ende asnjë përgjigje. Oficeri Koldreu vazhdon për 10 ditësh mbledhjen, pa patur mundësi të përgjigjet për punën për cilën paguhet, ndërsa kryetari i bashkisë do të ngrejë një grup pune për të parë situatën. Pavarësisht se gropa tashmë është mbushur nga hekuri dhe betoni. Do ndërojmë tem tani, apo si thon italianët, do ndërojmë ajër. Keni një avantazh ju që punoni në kino studio, se nuk sisni të njëjtin ajër që sisim ne në Tiranë. Ajo është normale, po ku guxon ajrin dotur të vi kaq afër Surrelit, pa e në Terezi, deri te Instituti i Gjenës, s'jam balë më tutja. Shqyqyr që na hoqën edhe skuterat, se po shkatroni mushkrit me papërgjegjshmërinë tonë duke qarë me smogu tymi dhe plurit. Piranja jonë Florian Binaj pati bërë një investigim për cilësinë e ajrit në Tiranë. Të këshilloj Bez, po pate kundra gaz, ky është momenti ta vendosësh. Ka shumë vite që niveli ndotis ajrit është kthyer në një nga problematikat më serioze të Tiranës. Pavarësisht mungesës së mative dhe testimeve periodike, diskutimi për cilësinë e keqe të ajrit që thithin banorët e kryeqytetit është gjithmonë aktual. Nëse do të flitej për matje serioze të bëra publike, e fundit i përket vitit 2022, kur Instituti për Zhvillimin e Habitatit, Koplan, monitoroi 4 qytete, përfshirë edhe Tiranën. Ndotja rezultoi të ishte përtej normës së lejuar nga Bashkimi Evropian, me përqendrim rreth 2 herë mbi normën e dioksidit të karbonit. Faktor kryesor të ndotjes, sipas studimit, ishin mjetet motorike dhe sektori i ndërtimit. Po sot që flasim, është përmirësuar gjendja? Si është cilësia e ajrit që thithim çdo ditë në kryeqytet? Nisur nga këta tregues as pak normal të vitit kaluar, kontaktuam laboratorin e specializuar Neotes në Salerno të Italisë dhe i kërkuam bashkëpunim për të mundësuar matjen e nivelit të ndotjes në Tiranë. Për këtë, ekspertët italian erdhën dhe instaluan aparaturët e matjes në 20 pika të ndryshme të shpërndara në të gjithë Tiranën. Përkatësisht, në Unazën e Re, pas 15 Katshit, tek ish stacioni Trelit, tek ura drejtorisë policisë, tek Bryli, pranë Gardës, tek rruga Don Bosco, rruga Elbasanit, rruga Kavajës, kopshti botanik, tregu industrial 5 Maj, Astir, Nën Katshë, kombinat, katedrale katolike. Pra, praktikisht në çdo cep të Tiranës. Dhe saktësisht aty ku e ka caktuar vetë Agjencia Kombëtare e Mjedisit. Pajisjet radielo që u përdorën ishin të teknologjie shumë të lartë, me filtra të ndjeshëm dhe me saktësi të madhe. 20 të tilla u lanë në ambient të hapur për 8 ditë, nga data 28 mars 2023 deri më datën 5 prill 2023. Dhe rezultatet janë për të vënë alarmin. Il monitoraggio è stato effettuato mediante una tecnologia che è quella della brevettata radielo, che è uno strumento preciso ma soprattutto accurato e certificato secondo delle norme europee del 2002 nei punti della città indicati dalla committenza
e le successive fasi analitiche svolte presso il nostro laboratorio di analisi Neotest evidenziano criticità legate essenzialmente alla presenza di due parametri chimici, l'ossido di azoto ed il benzene. Pra, nga raporti mësojmë se ka përqendrim në sasi të lartë të dy elementve, dioksid azoti dhe benzen. A e dini çfarë niveli është ky përqendrim? Tabelat e tregojnë qartë nivelin e lartë të ndotjes nga dy elementet në fjalë. Avete un valore medio su tutti i valori che abbiamo misurato pari a 21,3 microgrammi metro cubo di benzene, che è un valore sostanzialmente più elevato rispetto al valore, diciamo, limite in Italia, anche se su base annuale di 5 microgrammi metro cubo. Madje në disa zona, dotja me benzen është e frikshme, gjë që e pohon edhe eksperti italian. Le criticità che abbiamo evidenziato prima sono oggettivamente più rilevanti in due zone particolari, soprattutto per quanto riguarda l'esposizione del benzene, rruga Leghisi e rruga Casemi. Në këto dy rrugë, ndotja nga 5 mg per metër kub ka shifrat e 101 dhe 84 mg per metër kub. Një diferencë jo vetëm shqetësuese, por e frikshme. Përveç ngarkesës së trafikut, çfarë shkaku tjetër mund të ketë? In Albania, magari il gasolio o soprattutto le benzine che vengono usate potrebbero essere una qualità diversa. Potrebbe essere anche questo una riflessione che si potrebbe fare. Po çfarë nënkupton për shëndetin ton një nivel kaq i lartë ndotje në kryeqytet? Ci sono particolari parti della popolazione, quali bambini oppure soggetti che sono già affetti da scienze respiratorie tipo gli asmatici, che potrebbero vedere la loro situazione peggiorata per l'esposizione già a queste concentrazioni, perché parliamo di concentrazioni elevate di benzene, per cui per un esposto in buona salute il problema potrebbe porsi tra qualche anno, però per un esposto che già ha dei problemi di salute conclamati, evidenti, i problemi potrebbero essere evidenti già in tempi più brevi, in tempi più stretti. Por kjo është vetëm një pjesë e problemit, pasi sasia e lartë e benzenit që thithet nga mushkrit e qytetarëve ka edhe pasoja të tjera tepër të rënda. Il benzene prima e gli ossidi di azoto dopo sono sostanze tossiche che però nel caso specifico del benzene è una sostanza cancerogena, classificata come cancerogena. Il benzene è cancerogeno. L'IRC, che è l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro, ha classificato il benzene come antinente al gruppo 1, che sono le sostanze per le quali vi è una sufficiente evidenza cancerogenicità. Gruppo 1 significa che è un cancerogeno. Normat tepër të larta të benzenit sjellin rrezikun për kancer sa herë që ne marrim frymë. Sipas doktor Saldovierit, parametrat e ndotjes, krahasuar me qytetet më të mëdha në Itali, janë alarmante, pikërisht për shkak të dy elementeve që citua. Dell'ISPRA, che sono il nostro Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, riferisce per le diverse città metropolitane italiane, quali Milano, Roma per esempio, valori della qualità dell'aria che sono effettivamente confrontabili con quelli di Tirana, se non per questi due parametri che sono l'ossido di azoto e il benzene, che sono sostanzialmente più elevati nella vostra città. Ky raport i detajuar i laboratorit italian është vetëm faza e parë i bashkëpunimit për të ekzaminuar cilësinë e ajrit, por edhe për bërësve të tjerë jetësor në kryeqytet. Rezultati që sapo dëgjuat është këmban alarmi, së pari për shoqërinë dhe së dyti për autoritetet, që reklamojnë një Tiranë ndryshe nga ajo që kemi çdo ditë parasysh. Në këtë qytet e në këtë jetën tonë të vogël, ka shumë gjëra që i marrim për të mirëqëna, po ka një gjë që marrim më të mirëqen se gjithçka tjetër. Ajrin që thithim. Jo se nuk kemi dëgjuar për mungesë ajri, kemi dëgjuar në televizor nga alpinistët që ngjisin Everestin, që flasin për mungesën e oksigjenit në majtë të botës. Por askush nuk flet për mungesën e ajrit poshtë. Atje ku zbret minatori, ai që thith pluhur, jo oksigjen, që nuk e bën për sport as për sfidë personale, për nga që nuk ka zgjidhje tjetër. E pra, sot në Tiranë, ne jemi shumë më afër ajrit të minatorit
se atit alpinistit. Më kujtojnë qarqafët që varën në mes të qytetit disa aktivistë para disa vitesh. Ishin të bardhë kur i varën në sheshin Skënderbej. Brenda 2 ditësh u bën të zinj. Dhe ne i pam, bëm një wow. Pastaj vazhduam rrugën. Po mu shkritona, i keni parë si janë? Ato nuk i vendosim dot në bulevard, nuk i ekspozojmë dot si dëshmi. Dhe ndërkohë vazhdojmë të thithim ajrin që vret. Ky ajër nuk bën dallim. E thith unë, e thith ti, e thith edhe ai fëmia i pafajshëm që luan në obor, edhe ai prindi që voton me kompromis për përfitimin e vogël, në dëm të qytetit, në dëm të vetes, në dëm të fëmijëve të vet. Ti mund ta shmakësh ushqimin e keq, mund të zgjedhësh restorantin, mund të mësosh të bashkëtosh me kullat e betonit, me mungesën e gjelbërimit, mund ta blesh ujin tër jetën, mund të adaptohesh edhe me trafikun që të çmend. Po ajrin nuk mund ta shmangësh. Jo në një qytet ku ke ngritur jetën, ku ke bler shtëpinë, ku ke punën, ku fëmijët e tu luajnë në rrugë. Ti mund të bësh sikur nuk e sheh se çfarë thith. Po a ke kurajë të bësh sikur nuk sheh çfarë ajri po thithin fëmijët? Fëmijët e tu. Unë dua që cilësia e ajrit të ndryshojë, ndoshta e do dhe ti. Por për të ndodhur kjo, duhet të ndryshojë mënyra si ky qytet keq trajtohet e keq menaxhohet, bashkë me ajrin e ti. Prandaj unë e kam me ty, njeriun e kompromiseve të vogla. Do të vazhdosh kompromiset e vogla, paratë e vogla, marifetet e vogla, përfitimet e vogla, apo një herë në jetën tënde do të ngresh zërin e do të kërkosh ndryshim. Sigurisht nëse mushkëria jote ka ende fuqi të bërtas. Bërtit, sepse ajri që vret s'është më problemi as kujt tjetër, është i yti. Fatkeqësisht tani do të ndalim në rastin e një përdhunimi, i cili nuk vjen nga ndonjë huaj, por nga një antar i familjes. Krimet tilla nuk janë traumatike vetëm për viktimën, po ato shkatrojnë tërësisht idenë e familjes. Shkatrojnë tërësisht idenë e të qenit i sigurt brenda pjesëtarëve të familjes. Ndjekim piranjën ton Jonida Mukja. Në Shqipërinë tonë ku ende patriarkalizmi shitet si traditë dhe burrat kanë autoritetin absolut në familje, shumë histori të tmerrshme me protagoniste gra dhe vajza mbetën të fshehura brenda mureve të shtëpisë dhe këto të fundit paguajnë çmimin. Unë quhem Estra, 22 vjeç, vi nga qyteti i Elbasanit. Si në rastin e kësaj vajze të re, e cila ka vendosur të ndajë me ne historinë e saj të abuzimit, shkaktuar nga një prej personave më të afërm. Jeta ime nuk ka qenë shumë e thjeshtë, që fëmijët mami është largu për Greqi. Netur një periudhë kohë vetëm me babin dhe me motrat, pasi babi ishte i smur dhe nuk kishte mundësi të punonte. Deri kur në vitin 2019 ai ndërron jetë. Babi pa pritur në datë 25 qershor të vitit 2019 vdiq me një lokal, kishte hemorragji stomaku. Mami erdhi nga Greqia ditën tjetër, u nis direkt. Vetëm pak javë pas kësaj tragjedie, Ester, atëherë 16 vjeçare, udhëton drejt Greqisë bashkë me motrën më të vogël. Mami punonte atje me një burr tek shtëpia e tij sepse ishte paralizuar. Pa mundësi për të ne të dy aty, mund shkova tek shtëpia e Dajës në Afin. Daja i vajzës, sot 51 vjeç, quhet Artemis Ulloria dhe aktualisht jeton në Liç të Elbasanit, 5 kilometra nga qyteti. Ndeta me Dajën gati 4-5 vjet. Me kë jetonte Daja atje? Daja ka qenë martuar më parë, por u nda. Jetonte vetëm në shtëpi, por kishte edhe fëmijë që e vizitonin. Atje rria dhe unë. Daja më rrinte shumë afër, mbështeste për çdo gjë, edhe nga ana financiare. Deri këtu asgjë jashtëzakonshme. Ester jeton në shtëpinë e Dajës në përkujdesjen e tij të vazhdueshme deri kur në vitin 2022 të dy bashk kthehen për në Shqipëri. Ne erdhëm me Dajën për këtë, do donte të kujdesesh për nënën. Ishte kjo arsyeja që u kthye nga Greqia, sepse nëna i vun nga shumë sëmundje për fshirë sklerozën. Në fillim edhe në Shqipëri gjërat duken në rregull, deri kur raportet të ndryshojnë sepse vajza shfaq hapur orientimin e saj seksual pasi njihet me Simonën. Në tetor 2022 unë njofta një shoqen time, filluam të rrishim dhe atë kuptova që kisha
orientim tjetër seksual. Këtu raporti kaq i mirë mes të dyve poson një krisje të rëndë. Nga i personi arsyeshëm që ishte, Daja bëhet shumë kërkues ndaj mbesës. Thoshe pse nuk vjen ma dhe nana, pse nuk vjen trish me mu, pse rrin Elbasan të motra, këm ngulë që unë treja atje me atë, nuk doja, thoja kam jetën time. Pas këtij distancimi, Eser bë një hap të rëndësishëm në jetën e saj. Fillova të bashkëtoja me vajzën fjalë që njohta, me krijum një raport sentimental, intim, emocional. Njoja me Simonën ishte një ndryshim i rëndësishëm në jetën e vajzës që u pranua edhe nga nëna e saj. Mamja ka pas të vështirë, pastaj më tha, ti je fëmia im, çfarë do ndodhi, unë do më kesh në krah. Por asnjëherë nga Daja, i cili madje do të reagonte dhunshëm. Natë kishte pirë, ishte bërë tap, erdhi te dera, shtëpisë e di ku jetoshim. Donte t'i gjuante vajzës, që unë kisha krijuar një raport. I dola përpara, më kapi për fytyrë, shtylla motrën e vogël, edhe i ku doli nga dera. Familjarët e vajzës doshin që ta denonconin, po kom ngula unë dhe mami im se kishim frikën e nanës. Duke parë ambientin mbytës që po krijoi nga personi të cilin vajza e kishte patur si pikë mbështetje, dy partnerët vendosin të lënë Shqipërinë për t'u sistemuar përkohësisht në Gjermani tek familjarët e vajzës tjetër. Ta bëshim këtë periudhë me shkëputje, i ke ardhi. 28 pret vitit 2025, jemi kthy nga Gjermania. Shkoja te nëna, për shembull një herë në javë, një herë në 2 javë, takoja, shikoja. Sa kohë që shkoja nuk kisha as komunikim me Dajën. Shkova ta takoja nënën prapë në 16 korrik vitit 2025. Ishte si çdo ditë të tjera, hyra brenda shtëpi, mora mamin me kamerë, liste. Daja po e lante, se nëna nuk lëviz nga krevati fare. Mbylla telefonin dhe shkova për të bërë në dush banjo. Pasi mbyll telefonaten, Eser hyn për të bërë një dush, pa menduar se ai moment do të shënonte një pikë të rëndësishme kthese në raportin e saj me njeriu që e kishte patur si mbështetjen më të madhe. Dera banjës së Shpatçelës. Po unë ndjesha sigurt se ishte te shtëpia e gjyshes time. 2 minuta pas kisha hyrë në banjo për t'u larë. Pas Dajën erdhi lakurish. Erdhi më kapi nga kyçet e dorës, shtriu poshtë, rrëshkita, mbylli gojën dhe doja t'i gjuaj, s'kisha fuqi. Aty më përdhunoj, krijo marrëdhënie me mu. Abuzoj. Mos i mbaroj aktin, ngriti, më tërhiqte nga kyçet e durve për të më çuar dhoma gjumit. Një rastësi fatlume e deshi që në atë moment gjyshja e sëmurë të thërriste djalin e saj dhe shpërqendrimi i tij e ndihmoi vajzën t'i shpëtonte nga duart. Pas shqipalë rrobe që ishin sipër të krevati i vesha, edhe u hodha nga balkoni. Në atë moment mora bashkëtuesën time në telefon. I tregova për ngjarjen, ai më tha, "Okej, tha largo." I thash, "Po iki të hotelit." Arrita. Aty brenda ishte një grup, tha, "Ç'a ke, kush po të ndjen nga mrapa?" Tha, edhe më futi te një nga dhomat e hotelit. Kush është ai ti? Kush është ai? Kush ke ti? Kush po të ndjen këtu? Nuk e kam ni tikën vonë. Kush është? Kush është? Është në zonë. Vajza dukshëm e terrorizuar kërkon të fshihet dhe punojësja e hotelit e strehon në dhomën e parë që gjen të hapur. Në atë moment më marr mamin telefon, tha është e vërtetë ajo që më tregoi Simona? I thash po. Edhe e mbylla se kisha frikë se mos ngjohesha dhe ai më gjinte ku isha. Sapo punojësja dhe vajza kanë hyrë në dhomë, në kamera shfaqet Daja i cili nis të kërkojë nëpër korridor pa vënë re se ku ishte sistemuar mbesa. Erdhi kushëri Simonës për të marrë, por gjatë asaj kohe telefonoja edhe policin, po më dilte e bllokuar, nuk binte zila fare. Kërkimi 51 vjeçarit në ambientet e hotelit zgjat për rreth 5 minuta. Ai shëtiti pa shqetësuar në të gjitha katet dhe më pas largohet pa arritur ta gjejë mbesën e tij. Diku pas 15 minutash, 20 minutash, vjen kushëri Simonës te hoteli, turra me vrap, dola hyra te makina atit. Ikëm durrës, kem nejt nga data 16 që ndodhi ngjarja deri në datën 26. Pastaj u kthym për Elbasan, që në datë 4 do niseshim për Gjermani bashkë me Simonën. Gjatë kësaj periudhe Eser vendos të mos e denoncoj rastin dhe kjo e kishte një shkak. Kisha frikë nga ai, kur dy mami ose motrat ose mundëm që Elbasan do na bëj diçka të keqe. Por pesha e tmerrit që ka përjetuar në ato momente nga njëri prej njerëzve më të dashur ka qenë më e madhe se sa Afrika. Ndaj për këtë kërkoi një përgjigje nga Daja i saj, një pse që e ka munduar në gjithë këto muaj. Në ndryshama dhe fa. Pra të që mbana, a di dhe bërë në si ndërgjim shumë. Shumë.
Mjaftojnë vetëm pak sekonda që edhe më skeptiku ndër ne të bindet që abuzimi ka ndodhur. Dhe se vajza na kishte thënë gjatë gjithë kohës të vërtetën. Nuk e punë sa më thonë, hërë shumë, po kam gjatë nga personale. Që kënë qënë mes? Kam gjatë e njës. Në një moment kur vajza i kërkon shpjegime për atë që ka ndodhur atë ditë, shqetësimi më i madh i Artemisit është se çfarë ka ajo në çantë. Kuptohet nga frika se mos po regjistrohet. Nuk po të flas, jam të flas që më ta lësh çantën. Hajde më thënë. Jesërs. Kishte të sopë një mishitim. Dhe të kam apo, sopë një mishitim. Mi e kot në shkullë, shtu do më dhanë shpirti. Pa thash me këtë duar që prek, se keti drejt në prekësh. Jo shpirti, nuk prek për atë. Se bani herë nuk e për ta bash ma. Nuk të prek për atë. E bani herë mos e baj masa, se po kam frikë vite në ala ime. Të prek për të shpirë. E kupton që ke bani frikë të këtu? Ka gjaj, kupton? Duket qartë që vajza ende ndjen në lëkur frikën atyre momenteve, saqë edhe një kontakt sado i vogël, qoftë edhe vënja e dorës përmbi supë, i shkakton ankth dhe terror. Ishe baba, po baba dytë do më maltë muate? Kishe ti të dita? Jo. Jo? Sa të shkreti për unë, ka që të? Ti e zimarime dhe e zimarime. Fuj si ku i më falë, për atë që më banë dhe ditë më banë. Krasën heti atë? Më të se shtire në mësë. Po më falë, ti më të falë. Se? I dhe në hapë një hapë. E kam dhe në hapë nësë sa që ndodhe? Tu ti dhe në hapë. E kam hapë nësë sa që ndodhe. E ty e hapë, pa ti shprejte. Pa të që jetove në dite, jetove të jetë, për që gjatë e pas, ku i më falë. Ha dite, që të Besë dhe Daj ndahen me kërkesën e këtij të fundit për të folur një ditë tjetër. Por më përpara duhet të flasim ne me të. Si kalon? Si shkoi biseda, zoti Artemis? Jo, nuk dal nga makina. Si është një prind i dytë për ju, zotërin? Si është një prind i dytë për ju? Se po ikën? Minimumi, besës tuaj, duhet i kërkoni të falur. Dhe jo të sidhësh në këtë lloj mënyre. As ju vjen pak turp? A e kuptoni se çfarë dëmi i keni bërë, çfarë i keni shkaktuar në besës tuaj? Dhe si kërkon besës tënde të falë minimumi, por ti është hesht. Mos shumë shtëpisë. Edhe pse kishte në plan të dilte, Artemisi rikthehet në banesë duke kërkuar tonashmang. Zotri, nuk është sjellje e dur kjo. Nëse s'keni bërë asgjë, minimumi dele dhe shpjegon. Ishe nisur për të dalë, përpara se të mendoje do rregulloje plakën apo jo. Zotri? Sa po i thatë në besës tuaj që jam një prind i dytë për ju, si është një prind i dytë, abuzor seksualisht dhe ta ngacmosh? Ke uzë të largosh tutëm nga dreja të kam plakën shumë, shkoj plakën të jashtë. Pa i dhënë një përgjigje, pa i kërkuar një falje, pa i thënë diçka në besës tuaj, unë nuk hiqi nga këtu, jam shumë e qetë. Okej, për 2 minuta dalëm të betohem. Dilë dhe kërkojmë besës tënde një falje, jepi një shpjegim, kush ka qenë arsyeja që e keni bërë atë gest aq të ulët atë ditë? Zoti Artemis, a nuk menduat as pak për dramën që i keni shkaktuar? Nuk mendove se është gjaku jot? Na këtu largohet dhe shpjegimi largohet pak të rrugën. S'ka problem se s'ka nga ikën, këtu do i rri. I zon ngushtë dhe pas një përgjigje për mbesën e tij, ai mbyllet në shtëpi duke pritur që ne të largohemi. Shpresoj shumë që drejtësia të vërë në vend dinjitetin e mbesës tuaj që ju munduat ta shkelit me këmbë. Besa jote është këtu, dile thuaj të paktën që nuk e bërë gjë. Një prind i dytë nuk e abuzon fëmijën e tij. Ai kur e bëri me mua që jam mbesa, gjaku, nuk e kuptoj si mundet një Daj që është në vendin e babit, ta baj këtë gjë mbesës vet. Ai ka dhe fëmijë vet, është si ta ketë bërë gocës vet, jo mua. Kur shikoj historisë si kjo, e di si më vjen apo jo, e di si më vjen t'ja fus një grusht fuqishëm malit që zbzan, është ideja, jo. Vërtet? Jo, nuk është vërtet. Po ato që më vinë vërtet në mendje, kur dëgjoj dhe shikoj kështu historisht, nuk i them dot publikisht, po pra edhe ti je dakord se ne në Shqipëri kemi 1001 peripeci. Sa Shqipëria ka peripecit e veta, duhet ishte sinonim, Shqipëri peripeci. Peripeci është pak ta thuash, është bërë jeta të riqe peripecin dhe mos e këput. Dhe akoma më e vështirë është fatkeqësisht për grupet vulnerabël që përveç fatit i braktisin dhe autoritetet. Se ka akoma autoritetet? Ka, mos s'ka autoritetet, ka autoritet.
Shikojnë pak në rrugë, po jo, s'dalin më. Shiko, ka autoritete, rinë në shtëpi, se janë më shumë shtëpiak, po ka. Mirë, në rregull, rini në shtëpi. Mos flasim pastaj për qendra sociale, ë? Kështu kemi. Qendra sociale, po janë bërë më shumë kafene me emrin qendra sociale, se sa ka qendra sociale në vetvete. Je për kafe të qendra sociale? Jam, jam. E s'vido, se kam lënë një takim me autoritetin. Të autoritetin. Po. Kam filluar i bën brioshat, e di ti bëjnë apo? Brioshat me krem? Po me stika. Dreq, i di nga këto punë. Po mirësia, ajo e vërteta, nuk ka nevoj as për logo, as për protokolle. Dhe këtë na e provon pikërisht historia që do të ndjekim me një herë tani. Zonja dhe zotrinj, një material nga Lorena Resulaj. Lori, piranja jon, Lori. Si e ke emrin plot të banë? Barja. 6 vite ka që është verbuar, një pas 3, i lënë në fshirë të fatit, as njëri sëndime. Duke u kthyer për në shtëpi, gjej këtë personin këtu në rrugë. Edhe vi e pyes, a ke ngrënë buka ajo? Jo, tha. I thash më prit të shoh çka kam në shtëpi, t'jap për të ngrënë. Ky i ri quhet Miguel, është 18 vjeçar dhe jeton në Pojan, një nga fshatrat më të mëdhenj të Shqipërisë, rreth 160 kilometra larg Tiranës. Ndërkohë që i moshuari për të cilin po flet dhe që më përpara e ka regjistruar në celular, është Bajrami, një ndacak 69 vjeçar i verbër, ndaj të cilit jeta nuk është treguar as pak bujare. Gjithashtu, atë natë regjistrimit të videos, prezent ishte edhe vëllai i të riut, Klevisi. Më erdhi gjyna dhe futa brenda, thash të bëj diçka për të nëse ka mundësi ta ndihmojnë, është edhe i vetëm, nuk e suporton asnjëri fare. Ti e njeh, kishe parë ndonjëherë tjetër nëpër fshat apo jo? Po për fshat thjesht kisha kohë pa e parë tu për ta. Në të vërtetë, Bajrami është një personazh që njihet në Pojan. Ai prej kohësh bën këtë jetë ndacakut, i keq veshur dhe i keq ushqyer. Prej sa ditësh po qëndron në shtëpinë tuaj? 3 ditë bëri sot. Dhe në këto 3 ditë, pamja e të moshuarit është krejt e ndryshme nga sa e kishim parë në video. Flokët të prerë, mjekra e hequr dhe dukshëm më i pastër nga momenti kur e kanë gjetur 2 djemt. Atë darkë që e nxorra në TikTok live. Panë situatën e tia, ishte 6 vjet pa la, edhe një zonjë aty që punonte me shtëpia pleqësh, e pa, edhe më tha, do vi unë nesër, ta laj, ta shplaj, ti sjell dhe rroba të reja. Thënë ajo, zonja erdhi privatisht, jo se punonte në një institucion publik. Po erdhi privatisht, unë do ta laj, tha, si baban tem, se më kputet shpirti kur e shoh. Kjo zonjë, të cilën ende sot nuk e njohim, ka bërë një akt njerëzor që jo të gjithë janë të gatshëm ta bëjnë. Falas dhe për më tepër në anonimat. Një akt solidariteti që e bëri atë bashkë me 2 vëllezërit për të ndihmuar dhe për të mos e lënë më vetëm një njeri që ishte harruar nga e gjithë bota. Ke qenë rehat këto 3 ditë këtu? Shumë i faleminderit. Dash për bukë, dash për gjell, dash për cigare, dash për çdo gjë. Ta çunat këtu Klevisi me Miguelin të gjetën në rrugë apo jo? Miguel aty në mbetë, pap. Po pse çfarë ndodhi atë ditë? Po lodha më mbetë ka këmbë, barova. Të kishte atë natë jashtë kishte ngordhur. Por kjo gjë fatmirësisht nuk ndodhi, ndërkohë që ne pak nga pak nisëm të hymë në bisedë me 69 vjeçarin, i cili me sa duket nga vite të kaluara në vetmi. Përgjigjet i ka të shkurtra e të prera. A ke familje, ke fëmijë? Ja, s'kam fëmijë. Ke motra vëllezër? Po. Ku i ke? Po janë. Po flet me ata? Jo. Pse çfarë ka ndodhur që nuk flet? Ata veç, marrën veç shtëpi veç. Bajrami ka humbur vet kontaktet me të afërmit, më shumë për një zgjedhje personale, se sa për shkak të konflikteve apo përplasjeve në familje. Po përpara në rini çka ke bërë ti? Çoban ka vajtur. Puna si çoban të pëlqente? Mirë keq ajo ishte. Po sa vite ke punuar aty? 6 vite ka lënë. Kur punoje si çoban atë paguanin mirë? 100.000. Anja pinjate, 100.000 ka për kafe mirë. Pavarësisht se ka vite që nuk punon më, duket se Bajrami nuk e harron punën e tij dhe ende sot kujton këngët që dikur këndonte si bari. Çiki, bum bum bum. Ujkë fletë zgjon, ujkë fletë zgjon, ujkë fletë zgjon, ujkë fletë zgjon. Por edhe jeta e çobanit nuk zgjati shumë, duke qenë se për shkak të moshës dhe shikimit gjithnjë më të kufizuar, nuk mund ta përballonte më punën, ai u detyrua të largohej nga stanet dhe tashmë prej 6 vjetësh jeton në kushte shumë të vështira, e për më tepër thuaj se i verbër. Problemin me syt prej sa vitesh e ke? 6 vite. Ti je plotësisht i verbër apo shikon pak? Po nuk shikoj, pak para. Po si ja bën për të orientuar? Me shkop. A ke mundur që të bësh ndonjë kontroll për syt tek mjeku? Vetë një para.
Ta kësaj para, s'kam para. 69 vjeçari e përballon jetesën me një shumë tërësisht të pamjaftueshme, qoftë edhe për një person të vetëm, e pa shumë shpenzime siç është ai. A ke pension ti Bajram apo jo? 50.000 lekë, të ditë janë. Pavarësisht këtij pohimi të sinqert, që ngjall dhimbje dhe revolt njëkohësisht, Bajrami përpiqet i marrë gjërat me buzëqeshje, edhe pse duket se është bërë pishman për disa zgjedhje që ka bërë gjatë jetës. Po familje pse nuk e krijuar asnjëherë? Ka lulem, nuk desha të rinja shumë, që pa. Prandaj nuk e krijuar familje nga që nuk e dashur. Nuk desha, nuk lutem, vendor të lut hajde, të martoj, ma jenë beta, me të vdesin të mbeti që rrugë me marrë shkret. Jo, mirë. Po tani e bërë pishman? Atë nuk kërkova, atë marrë. Ko ka bën, kemë të bojnë. Duke prekur argumentet e jetës së tij të tanishme, kuptojmë që Bajrami shpesh ngatrohet në ato që thot. Është herë i paqartë dhe nuk na thot me një herë të vërtetën. Po për tu larë, si ja ke bërë? Këto 6 vjet, 2 herë e blarë. Të ka marrë ndonjëri në shtëpi të ti apo je larg kështu rrugëve? Në shtëpi të vet. Po ku e ke shtëpinë ti? Unë lojë të terion. Pra, Ndacaku 69 vjeçar e ka një banesë, edhe pse këtë nuk na e pohoi në nisje të bisedës, kur kërkonim të dinim çdo gjë për jetën e tij. Do na çosh çik të shtëpia jote? Hajde. Në të vërtet, banesa për të cilën na foli është një ndërtesë braktisur, që ndodhet në një cep të fshatit Pojan, e kthyer në strehën e të moshuarit të vetmuar. Të vetmit që i bëjnë shoqëri janë këta 200 të sëmur, që rrinë gjithkohës brenda në shtëpi. Këtu fla? Pore. Sa vite ke fla këtu? 6 vjet. Kur është dimër si ja bën ti, nuk ka. Ja, kështu e lëm. Dimër bar. Po nuk është ftohtë? Kam pi 75 kg raki këtu. S'kam dalë nga dimri. Një tjetër shkak, një jetë e largë të afërmve dhe miqve të dikurshëm. Po për të mbuluar me çambulosh apo? Ja. Me këto. Po ku i ke gjetur këto rrobat? Mi japin. Gjuna. Brenda të ashtu quajturës banes, qëndrojmë shumë pak, madje mezi presim të dalim për shkak të erës tepër të rëndë që vjen aty brenda. Prandaj, i kërkojmë Bajramit të rikthehemi sërish në shtëpinë e 2 djemve që e ndihmuan. Por këtu, përballemi me një ndryshim plani. Ndacaku nuk pranon të dalë nga shtëpia. Do ikim pak të shtëpia këtij djalit Miguelit, atje ku ishim çfarë? Drama atje më. Ke ngrënë gjë sot? Ja bolle kam atë amit. Vetëm gjë pak, se as ne s'kemi ngrënë. Do vish dhe ti dhe do ham drejt gjithë atje, mirë? Hajde. Erdha shpitoj me mjaft botësh. Bajrami është kokfort dhe duket se nuk ka më dëshirë të bashkëpunoj, edhe pse kishim vendosur të angazhoheshim të gjithë për të kaluar ditën me të. Do rrish këtu tani? Këtu do rri. Mirë, rri këtu se do vim të cilin bukë. Mirë më. Dakor tje? Pavarësisht këtij vendimi, i morëm ushqim për disa vakte e u kthyem sërish në shtëpi, ku ai na priste ashtu siç na premtoi. Kjo jetë e një 69 vjeçari të verbër, që ende rrugëve të fshatit, nuk besojmë të jetë e panjohur për institucionet. Prandaj, me të lënë ushqimet në shtëpinë e tij, marrim rrugën drejt Maliqit për të kërkuar bashkëpunimin e shërbimit social të bashkisë. Por atje nuk është se kishe shumë ide për një far Bajram, Ndacak dhe i verbër që sillej rrugëve. Dhe di për çfarë ras më thoni, ju lutem drejtori institucionit me shkresë, ma nuk më lejohet të jap informacion. Drejtoresha, është një gjë shumë bazike të japësh informacion dhe të japësh zgjidhje për një person që jeton në kushte të vështira. Juve mund të më thoni, keni qenë terren, e keni parë se keni parë, çan ndihmë keni ofruar, çan ndihmë do të pyesë don stafin të shikoj si është rasti. Po mund të pyesësh, nëse nuk e dini mund të pyesësh tani. Patjetër do të pyes. Zakonisht referimet në çfarëdo lloj institucioni ka një formular të posaçëm që bëhet referimi. Jemi krejt dakord që zonja duhet të njihet me rastin. Jemi dakord se nuk mund t'i mbaj mend të gjitha problematikat e njerëzve në nevojë të bashkisë që mbulon. Por në këtë rast, ne ja kemi dokumentuar dhe po kërkojmë ndihmë konkrete për një situatë urgjente. Shihet qartë që përballë kemi një burokrate, e cila zgjidhje do t'i kërkojë gjithmonë me shkëmbime të një pas njëshme shkresash të kota, që në fund nuk zgjidhin asgjë. Në rast se një banesa rrëzohet, e zëm nesër, atë e zë ajo banesa aty do mbani përgjegjësiu? Ke shumë të drejtë. Apo po presi kërkesën me shkrim? Jo, ke shumë këtë të drejtë. Është një rast, nuk mund të them raste kemi plot, ka shumë vështirësi, jemi bashkë i vogël, patjetër që ka shumë raste që duhen ndihmuar. Nuk e vë në dyshim këtë gjë. Faleminderit që më njoftove, që referove rastin, më lër të bëj punën time. Punën tuaj mund ta bëni këtë kamion që po ju them. Të shkojmë në terren e shikojmë rastin, kaq. Organizojmë ne. Ne kemi stafin, kemi mënyrë se kaq të vështirë. Drejtoresha, nëse qoftë s'keni asnjë nga punonjësit tu dakord, tregoj sinqert tuaj s'ka asnjë nga punonjësit dhe nuk vi dot atje. Sa po kthyen vëzët nga terreni? Më në fund një lajm i mirë dhe një shtrirje dore për bashkëpunim.
të paktën për momentin. Ne jemi për Bashkinë Maliq, monitorojmë rastet Bashkisë Maliq. Çfarë pozicioni keni? Punoj sociali Bashkisë Maliq. Tani nuk e di çfarë problemi keni ju me rastin. Është një zotëri. Në momentin që ne marrim informacionin e marrim. Çfarë problemi keni? Po shumë mirë, tani ti po na mëson punën e këtu. Punojësja e shërbimit social është dukshëm e shpërqendruar dhe thuajse nuk dëgjon se çfarë i themi. Kjo edhe për një fakt të thjesht, është të angazhuar të na filmoj me celular për të pasur të dokumentuar gjithë bisedën. Po për fatin e saj të keq nuk e ka mësuar ende që ne nuk manipulojmë, nuk ndajmë apo tjetërsojmë bisedat që bëjmë në për institucione. Këtë po e kupton tani që po shtetë plota pamjet e asaj dite. Vini te shtëpia? Po patjetër që do shkoj. Unë do shkoj direkt atje 10 minuta për rruga. Mund të shkoni, po. Nëse nuk vini sot, do të regoni thjesht që nuk bëni punën. Të menaxhuar, hajde bëjmë bashkë dhe menaxhojmë. Po këtë po ju them që prej fillimit. Po më lejnë atëherë të bëj punën time. Patjetër që do vë, mund të jeni dhe ju atje, do çoj grupi punës. Jo, do shkoj sot, thash. Shko, pra grupi punës do vi aty. Pas bisedës me ta, ne shkuam sërish përpara banesës së Bajramit për të pritur shërbimin social. Dhe pak minuta më vonë, na erdhi një mesazh nga drejtoresha, e cila as që e mori mundimin të paraqitej pranë shtëpisë, me justifikimin se duhet të respektoj procedurat ligjore, por edhe ne nuk u lodhëm. Meqense se drejtoresha i kishte me shumë merak shkresat, ne i dërguam një kërkesë për informacion, për të mësuar se çfarë është bërë ndër vite për zotin Bajram dhe çfarë zgjidhje mund t'i jepen të ardhmen. Bashkia e Maliqit bën me dije se me rastin e zotërisë është njohur për herë të parë në vitin 2022, pas një njoftimi nga drejtoria e Spitalit Korç. Në përgjigje thuhet se me ndihmën e komunitetit dhe bashkisë, Bajram Ganolli është strehuar në banesën ku jeton aktualisht dhe se ai është furnizuar her pas here me orendi nga donatorë të ndryshëm për shkak të pakujdesisë dhe dëmtimit të tyre, si dhe me ushqim të gatuar çdo ditë. Për ushqimin nuk jemi shumë të bindur. Bashkia Maliq thotë se i moshuari shfaq vështirësi të theksuara për të pranuar ndihmën. Pavarësisht se siç e pam, ai mirëpriti të gjitha ndihmat që i ofruam atë ditë. Megjithatë, në përfundim shkruhet se pas vizitës tonë është bërë përpjekje me një psikolog për vlerësimin e gjendjes psikosociale dhe identifikimin e mundësive për ndërhyrje më të specializuar. Është rihapur procesi për sistemimin e tij në një institucion rezidencial dhe janë duke u ndërmarrë hapa për plotësimin e dokumentacionit të nevojshëm për përfitimin e pagesës për aftësi të kufizuar për shkak të verbërisë. Kaq shumë punë në kaq pak kohë. Po pse duhet të shkojmë ne deri në Maliq për të vepruar shërbimi social në ndihmë të një hallexhiu? Gjithmonë nëse ka vepruar. Kisha Florin që futesh në skend, një hapi Florit ishe 5.000. Me ty shkova 10. Ose ishe kështu me majnë e këmbës ti çerek hapi. Materiali i radhës na çon në zemër të NATO-s. Në Kuçov. Unë s'do ta quaja tamam zemër, ti zemër. Një sekond. Ku i gjete këto konfidenca ti? Episodi parë më thua mua zemër? Po zemër këshumi si zemër mërqi, vesh. Si mërqi, mirë. Dhe unë do t'a quaj më shumë, do me thënë si tëmthi. Tëmthi i NATO-s. Mos u bësh për të hequr tëmthin, se e ka kaluar një shoku im me hoqi, e di si është bërë apo jo? Me hit, se nuk shikohet me sy. Atëre tëmthi me gur i NATO-s. Tani përveç anës ushtarake, Kuçova po bën hapa para edhe në turizëm. Po. Çfarë thua? Po. Pana të kullën e ngujimit në theth? Tham, pse të kena ata në theth kullë ngujimit dhe mos kemi ne? Bravo. Që ta bëjmë dhe ne një në Kuçov. Bravo, cool, tashi cool. Cool i thënë Llafit se në rastin konkret ajo është vetëm një dhëm guzhim ngujimi. Aty është ngujuar krye Borxhliu i Kuçovës. Mër bes si ka ndryshuar kohrat. Ka qenë kohë tjetër ajo. Ska më ngujime për shkak gjakmarrjes. I kanë lënë vend ngujimit për shkak të borxheve. Tani jam shumë kurioze të di kjo Matilda Prendi, piranja jon. A e nxori nga shtëpia Borxhliun, nga kjo shtëpia e ngujimit? Po varet me çka ka hyrë. Ndoshta ka marrë gjithë. Dil nga shtëpia, se nuk të vret njeri për borxhe. Duan lekët njerëzit, nuk duan jetën. Dil nga shtëpia.
ta marrin shtëpinë komplet me gjithë borxhlim brenda. Duhet të jesh në lëvizje gjithkohë, në lëvizje, lëviz. Shtëpia e Arbenit, kati 2. Siç duket, dritaret janë të gjitha të mbyllura. Për të qenë unë kam besim që ai është brenda. Për mua rini kos, bateria së deri. Shpeshherë në punën tonë na duhet të presim për orë të tëra, e ndonjëherë ditë e javë për të gjetur një person. Por në rastin që do ju tregojmë, kemi të bëjmë me një fantazëm tepër të vështirë për të kapur. Por që ta kuptoni, na duhet i marrim gjërat me radhë. Problemi im ka nisur në 18 qershor, 4 masdite i kam çuar Arben Karakashit $3.000 dhe 384.000 lekë, sepse më dushin €3.000. Kishe dyqan. Po, biles unë kam vajtu, kam paguar dhe ujë dhe dritë atje, ato më dushin, t'ja jepja djalit që do vinte në Europë djali nga Amerika për pushime. Në orën 6, e mora në telefon, i thashëm beni i bere ato, o Malita jam në Berat, filloj po kënjende, kam gruan sëmure, njërën tjetër. Kur shkove ti? Se nuk e mori në moment, që thaj? Ti bej, thaj. Nuk kam për momentin, do t'i bej. Tash unë besoj se jo gjithmonë ka. Në realitet, Maliqi ishte klienti vjetër i exchange-it të Arbenit në qendër të Kuçovës, aty ku siç na sqaroi, përveç shkëmbimit të valutave, kryente edhe shërbime të tjera. Pra, në mosmiq, ata ishin mjaft të njohur me njëri tjetrin, por nganjëherë kur në mes është paraja, gjërat nuk ecin më në bazë të raporteve personale. Të tha kam gruan smur, ç'a bëre? Hiç që merrem në telefon, ç'a do beja? Vetëm kaq. Komunikimin pastaj u shkëput, ma ka mbyllur telefona, nuk e di ç'a ka bërë ai. Nuk të kthente më përgjigje? Që në atë moment ai më zhdukur. E ka mbyllur dyqanin dhe unë s'kam asnjë kontakt. Ka vajtur disa herë në shtëpi, 4-5 herë. Një herë kur vajta unë trokita, ai duket e kisha pasur derën hapur dhe dëgjova zhorin kur i llozin derën. Trokit, keshti e varri, i kam vajtur të vllai 2-3 herë, ti themi më ka kërcënuar, po me forcë më ka dhënë di për jashtë, s'kam pos diku është, s'ke punë me mua, merru me atë, unë s'kam asnjë lidhje me atë. Duket qartë që vëllai i Arbenit nuk është befastuar as pak nga vizita e të moshuarit, madje nga këto përgjigje kuptohet që edhe ai është në dijeni të gjithçkaje. Unë jam i vetëm që ai do që të gdhije mua atje një natë, qofse deri natës se sipas të dhenave që kam unë, ai par diet është par jashtë 11 natë. Po unë 11 natës. Të kuptoj. Unë 75 vjeç tani, vdekjen e dia, të bënte ai veprim të tillë. Unë e njoh shpejt atë dhe kam pasur marrëdhënie shumë të mira, 1-2 herë kam pirë kafe, ka qenë njëri për mua, ka qenë njëri i rregull, po me këtë veprim që bëri ai doli një monster. Por me sa duket, Maliqi nuk është viktima e vetme e këtij personi, sepse gjatë kërkimeve ai është informuar edhe për raste të tjera të ngjashme. Të tjerë njerëz që marrin vesh hallin tim më thonë që filani që ka gallamosur shumë. Po unë kam bërë një gabim që s'pyeta njeri po. Ky operacion këmbimi valutor, që u mbyll me mashtrim në kurrizë të këtij 75 vjeçari, ka ndikuar edhe në raportin e tij me fëmijët, të cilët kanë debatuar me babain për atë çfarë ka ndodhur. U shqetëson dhe fëmijët edhe pacaruan, që jep. Çfarë të thuash? Unë i kam fëmijë shumë të mirë, po në gjendje me këtë gabim që ka bërë dhe fëmijët acarohen. Po tani kam marrëdhënie prapë të mirë dhe ata e kuptuan që bëri babai një gabim. Në të vërtetë, babai ka bërë edhe një gabim tjetër, sepse kjo shumë prej $3.000 nuk është e vetmja që mungon në llogari. Unë i kam dhënë borxh për të punuar atij, i kam dhënë $4 milion lekë dhe $6.000. 12 milioni vetë. 12 milion, ë? Po. Në të gjitha? Po. Ai më kërkonte se kam kërkesë Malik. E dinte që unë kam punuar në Amerikë dhe kisha dollar, edhe ja jepja dollar. Por ti bër i donte për dyqanin për exchange-in pra. Po. Ja ke thënë dorazi apo ke firmosur ndonjë kontratë? Kam një letër që ka thënë 4 milion dhe 6.000 me vullin e dyqanit. Unë kam një shihet i idhur që e ndjej veten shumë keq, nuk më zë gjumi. Kam shqetësime, nuk e di, jam shumë i shqetësuar. Jam në një krizë nervore të madhe. Tani po e marr vesh që është ndarë me grua. Ai ka 2 shtëpi, një shtëpi e ka e shoqja me djalin dhe një shtëpi riky. Zoti Maliq, me që nuk e mundur ta gjesh atëherë, do ta kërkojmë bashkë, si mendon? Po, dakord janë. Ky është qenxhi që ka punuar Arben Karakashi. Që është i mbyllur. Gjatë ditës.
që më mori mua dollar dhe se ka hapur me. Në bas orës 6 që e mora unë telefon, a i s'ma hapi me telefon dhe të nesmen erdha e pash mbyllur. Ndërkohë, dyqani i vëllait të Arbenit, që ushtron të njëjtin aktivitet, është 50 metra më larg. Isha me pyet për Arbenin, ku mund të qenë Arbenin? Vllai tonë. Se di fare? Se marrë në telefon e s'ma hap telefonin. Mund të më gjash një numër? Po s'po m'del pra i numër, ka ndru numër. Vëllai tregohet i prerë, alsa na jep përshtypjen se edhe ndaj atij vet, Arbeni ka ndonjë llogari të pashtyar. Ndërkohë, pas kësaj bisede të shkurtër me të, nga ku nuk morëm asnjë informacion, vendosim të shkojmë në shtëpinë e Arbenit me shpresën se mund ta gjejmë atje. Kjo dritare këtu është shtëpia e Arbenit, kati 2. Pra siç duket, dritaret janë të gjitha të mbyllura, por ne do të provojmë të shkojmë të trokasim se mbase kemi fat dhe zoti Karakashi do të na hapi derën dhe do të na mirëpres. Nuk ka hapë, është mbyllur. Mirë, le të presim, gjithsesi do presim pak. Ti ke pritur për shumë kohë, kështu që s'do përzitesh as sot me ne. Shumë herë kam pritur na gjysmore, se ka hapur amiku në shtëpi. U lodhë, ha? Edhe i lodhur, edhe mosha, edhe vapa, edhe stresi është i pa imagjinueshëm. Zoti Maliq nuk ka hapë. Qa të bëjë? Të rigjit jetë këtu, se shëtoj dhe familjarët e tjerë. Në fakt ishte e prishme që Arbeni nuk do t'ja hapte derën zotit Maliq, por ndoshta duke dërguar dikë tjetër, mund të jemi më me fat. Arben! Dhe liqi! Arben! Edhe kësaj radhe, dera nuk u hap. Një tjetër mundësi është që ta telefonojmë, edhe pse e di mirë se çfarë do të ndodhë. Numri kërkuar nuk është i arritur në moment. Në shtëpi nuk është, të afërmit nuk din gjë për të, telefoni është i fikur, një fantazme vërtet, i zhdukur pa namë nishan. Por mos t'i humbim shpresat, le të provojmë edhe një herë me detektivët e pallatit, ata që din çdo gjë, komshinjt. Drejta ty? Zëjeta? Unë se kam parë. Të ka gjende kjo. Po kam bosha. Babit. Në letra kështu me vlera i dha njerit aty ngeci diçka i ran ato lekët. Pa me policia dhe njëra këtu fjon derën, se i ka marrë ca lekë. Po ai është këtu tani? Nuk t'i kërë marrë. Po s'të do edhe tjetë i së delë, gjanë botë. Se, nuk del? Se ke parë të Italit? Po s'kontaktojë, më vjen ke i qatë slatë. Por këna plot. Këna 3-4-5, më t'vi një herë, një gjithë, ka në salatorët. Kur e ke parë për të fundit ti? Se ka më parë. Ringu juar në shtëpi? Lëviz, e i lëviz për të tjetër. Për mua rini kostë. Se s'është atë thua? Nuk ka shumë, po të them Nuk del. me shpirt. Po të jetë së del. A i lëviz në orare po të ndryshme. Kur e ke parë ti dje për dje? Po ka qenë e kam parë. Nuk them se s'e kam parë. Sot, dje? Jo, nuk është. Duket qartë që fantazma e Kuçovës është një person tepër i rezervuar, që çdo lëvizje e bën të programuar me qëllimin që askush mos ta shoh fytyrën e tij. Sidoqoftë, përpjekjet për të gjetur zotin Karakashi vazhdojnë. Dritarja qëndron ende e mbyllur, a? Edhe pse ishim ne, zoti Karakashi nuk u duk. Zoti Maliq, me që është vap, unë mendoj të qëndrosh në makinë. Momentalisht ne po kërkojmë vetë pastaj të themin nëse e shohim. Mos thuaj po e pe rrugës këtu. Nga sa na sa fqinjët, shtëpia tjetër e Arbenit është e pallati ngjitur, kështu që tentojmë edhe një herë. Ka një udron. Gruaja Arbenit je? E ish Arbenit. Si mund ta çojë Arbenin? Ka të duan atje. Edhe asë një fare i zburit. Marrë të rrugë, atje si ka të rrugë. Ku mund ta çojë të lutem? Ka një emër shty. Ajo i di. Ju ka me që vizën, asë një otarë. Nga nervozizmi i zhgruas, shihet qartë se nuk kemi të parë që i trokasim në derë, e me shumë mundësi, as të fundit. Ndërsa kanë kaluar 3 orë në kërkim të Arbenit, në një ditë ku temperatura është mbi 30 gradë, jemi në ato momente ku një pjesë e jona thotë që është fiksa i çasti kur duhet të heqim dorë. Zoti Maliq u lodhëm, po nuk gjeta gjë. Nuk e di se ç'a do bëjmë. Edhe ca na pleqëria, edhe ca na vapa xhaxhi, u lodhëm çik. Po ç'a do bëjmë kur kërkojnë të drejtën, edhe kërkoj gjakun dhe diesën time. Për të qenë unë kam besim që ai është brenda. Në të vërtetë, këtë bindje kemi të gjithë. Prandaj vendosim të bëjmë edhe një përpjekje të fundit, nga e cila nuk është se kemi edhe aq shpresë. Nëna e Arbenit jeton në Kuçovë dhe nga informacionet që mblodhëm, mësuam se ndodhej te parku në qendër të qytetit, aty ku me pak përpjekje arritëm ta gjejmë. Dhe për fatin ton, komunikimi me të ishte krejt i ndryshëm nga ai që patëm me djalin tjetër. Nëna si e?
Arbenin donim ne të takonim pak, se kemi një muhabet. Mund vish të lutem me ne të takojmë pak si thua që kemi ardhur? Ne ikëm atje dhe ai nuk e hap derën. Je lodhur, mërzitur? Mërzitur jam sa bedije, vajta, 3 ditë vrasë se ishta pa qep. Biru nga të ruas, sa me të me lje kurse me djali, të gjë. A i ka qep të mirë me gjë. Dëshpërimi i kësaj nëne për këtë situata s'pak të mirë të djalit të saj është i kuptueshëm. Ashtu siç është e kuptueshme që do ta ruajë deri në fund atë, edhe përmes disa kodeve që kanë vendosur për të hyrë dhe për të dalë në shtëpi. Siç është për shembull, ai i hap pjesë të derës me fjalë kalim. Zoti Karakashi, përshëndetje. Matilda nga emisioni Piranjat. Parat zotit Maliq kur do t'ja jepni, ju lutem. Sepse i keni rreth 12 milion lekë. Dini pak pjesë të Patjetër, do të pres të mos jarosh? Faleminderit. Pasi Arbeni na mbylli derën, mundësitë për ne janë dy. Ose ai ngujohet në shtëpi, dhe në këtë rast ne kemi duart e lidhura, ose e mban fjalën dhe pranon të ballafaqohet me ne. Për fat të mirë, ndodhi kjo e dyta, dhe ja ku jemi përballë tij. Nuk do të vite situata e tillë. Unë kam sqaruar atë. Po nuk e ke sqaruar, ti ke mbyllur telefonin. Nëse ti do ta kishe sqaruar, unë nuk do kisha ardhur të kërkoja, apo jo? Vjen shumë keq. Tani. Bëre shumë gabim tjetër, thash. Si bëra gabim? Unë mendoj që gabimin e vetëm në këtë mes e ke bërë ti, që i ke marr parat. Zotit, Beat Frejam lekët, më ka bërë 80 telefonata e nuk e doreja do dhe ja mbylla telefonin. Të thasë një. Karakashi, o priste lekët apo? Do e kthej lekët. Mo dëgjoj. Kur të ta kthesh? Ne pikërisht këtë duam të dim, sepse të gjithë bashkëdinjt premtojnë që do i kthejnë lekët. Problemi është se asnjëherë nuk japin afat. Talë kam ca probleme me vllahën, do ja kthej lekët. Çfarë problemi ke me vllahën? Ato ti pse nuk e sqarove që shiko, Maliq. Unë i kam këtë punë edhe këtë probleme. Po më ka bërë 80 telefonata, sqaruar kabinjer, do ja kthej lekët. Ti e kupton vetëm çfarë po thua tani? Ka bërë 80 telefonata. Është normale të bëjnë momentin që ti e bllokon dhe nuk je pasi përgjigje për lekët e ti. Ja rreth 12 milion lekë. Edhe unë do ja kthej. Do ja kthej. Po thua zotris. Po jam po i them. Do ja kthej lekë. Unë ja thash edhe në moment do ja kthej lekë. Në momentin më ta shlyja. Po pse nuk e sqarove që më duan ato paratë nuk t'i jap dot për këmbim. Po ja morë dhe ike pastaj. Ku i ka unë? Po ai është shumë mirë. Nuk i do ja kam t'jash. Unë këtu kam qenë. Nuk i përgjigjesh. Po ta thash të njëjtë. Thash të njëjtë ashtu që do. Tani ja morë zotit Maliq sepse kishe borxhe të tjera dhe do të jepi dikujt? Apo si ndodhi gjëja? Jo. Po për çfarë morë? Se nuk ja këmbeve, po ja more do shtuke. Unë dua ta kuptoj. Shtukja është të largohesh, unë nuk u largova, kështu që. Është fshehur. Jo, këtu në shtëpi kam qenë. Po në shtëpi kam qenë, s'kem larguar. Në shtëpi që nuk hap derën, mban këto grilat mbyllur, perdet mbyllur. Ndërsa ne nisim të krijojmë bindjen që zotëria po reflekton dhe po fillon të bëhet bashkëpunues, pa pritur, ai i heq çdo shpresë Maliqit. Duhet të rëndohet. Problemet e mia nga gjyqja atë. Si fol në këtë mënyrë, dëgjoj. Jo, jo se më ka caruar. Telefonata nuk durojnë dot. O zoti Karakashi, kërkon lekë veta mo zoti Karakashi. Sikur ti një herë ti po do jam me stolar, jam inxhinier për Kuçova. Jo sjellje, është e denjë për një person si ju. Jo mo, imagjino ti një telefonata nuk durojnë dot. Po ti çfarë do bëje nëse do të vikte marr Maliqi ato lekë? Po, do të bie një herë. E mua tjetër më ka marrë 30 milion lekë, s'mi ka dhënë sot e kësaj dite. Çfarë ke bërë ti? Si kam denoncuar? Nëse zoti Karakashi ka nevojë, mund shkojmë bashkë te borxhliu i tij. Ne për këtë punë jemi. Çi bëre $3.000 dhe 400.000 lekë. Se hajde të tjerat i ke prishur. Kto çi bëre? Edhe gjinjeve ti kur thoj që te je ndan me gruan. Ore beni nuk të vjen. Unë jam i devacuar. Ore nuk të vjen zona. Po tash jam i devacuar nga bashkëshorti tash. Jam i devacuar. Po pse më me mua që jam në Bena, he? Nuk të gjinë. Po i takova. Po jam i devacuar më zonjë. Ore takova gruan këtu ka. Sepse ai duhet. Po më ka saruar. Ja, ashtu prap, më ka saruar. Nuk duroj, nuk e duroj dot. Për çish tani. Ju ka saruar se kërkon lekë të vetë. Minimumi që mund të bëni është i kërkoni falje zotit Maliq. Po i kërkoj falje dhe do ja kthej lekët. Kur? Për sa kohë? Për sa kohë? Për 3 muaj, 4 muaj. Ku do mbaroj proceset që jam me vllahën, në proces. Do t'i thuaj Maliqit, domethënë, problemet tuaja. Po, edhe unë do t'i jap përqindjen, për kohë. Në të vërtetë, Maliqi po kërkon vetëm lekët e tij. Prandaj këto premtimet me përqindje ngjajnë me shashkat për të manipuluar situatën. Besojmë që këtij zotërie që është këtu me ne sot, në mes të vapës, duke të kërkuar ty, ka ardhur ja 5 herë te shtëpia, ti kërkosh një falje dhe pastaj ti kthesh lekët që i takojnë. Po i falje edhe unë lekët do t'jap në momentin kur zgjidh problemin që kam. Ky është kulmi i pandershmërisë. Çfarë lidhje mund të ketë një person që të ka ndihmuar me lekë në ditë të vështira me problemet e tua që i nxjerr si mburoj për t'ju shmangur detyrimit? Premieroshin nuk do t'ja dim fatin se ku ka shkuar.
Vetëm pesh kërkon zoti Marish, të di ku ka shkuar. Ku ka shkuar lekët? Lekët Pisa me madhe që u ipja më 9%, kështu që... I ke shpërndar? Po, i ka shpërndar. Kisha një klient që kishe urgjent $92,000, ishte për t'i ikur për në Amerikë, kështu që... Ja, theva. Ti duhet ja bëjmë deri në ati? Po, kuptim që kam 3 vjetë, 4 vjetë që punoj rregullisht me atë klientëve, kështu që ishte mbi detyruar. Dhe nuk e prisjam të mirem në një variant tjetër, dhe si mora do të, kështu që u detyrova. Vetëm vërtetën nuk mund t'ja thoje zotit Marish vërtetën. Po të thash dhe një herë. Vetëm vërtetën pse të thash dhe një herë, një klient ku të merr 80 herë në telefon nuk e duron dot në tiki, të she mos bime. Pasi erdhëm ne, u detyrova. Po dakor, unë nuk jam nga ata. Mirë, kjo arrogancë nuk është e ishme? Zoti Karakashi. Nuk do vish herë asi jashtë, ja shoh prezente. Ashtu fort. Hajde të lutem. Mirë, vazhdo. Zoti Karakashi, turojë të mirat, nëse ke nevojë për ushqime në shtëpi po të cilin disa. E të ndihmoj. Do po ta them sinqerisht që ja domate sallator që po bën vetë për jashtë edhe në një kështu. Po ti s'e fare pse thua? Kush ta dalë, dan ora 9 darkës. 10 ari, një orë gjysmë, 2 orë te lulisht aty. Mirë, se unë nuk dua të ta komentoj fare këtë se nuk është fare situatë kënd shoh për ta komentuar. Zoti Karakashi, turojë të mira, shpresoj ta mbani premtimin tuaj, nuk po e bëjmë. Unë vetëm një kritik kam për ty. Po si mor zoti Maliq, për lekët tuaj bie 80 herë telefonit tjetrit? 80 telefonata nuk duron dot. Çfarë do se mëzore nga sken, ha? Do të tregoj një histori. Është histori dashurie. Çfarë thua? Të flasim për dashuri. Do të thënë, më saktë është një çerek histori dashurie, sepse është e gjitha virtuale. Si virtuale? Virtuale. Si s'ka fare, as një takim, as një kafe, as një akullore, as... Jo. Jo, ore ti, si që një interesanti. As një vere dushi. Ore jo, zero. Mor djallë se u njoftën pak si tepër. Zero, fare. Çdo gjë në distancë. Zero sheqer, zero kalori, njihen online, komunikojnë online, për vite me radhë. Japin dhe besën njëri tjetrit online. Por, nuk janë takuar kur ballë për ballë. Po tani kam filluar kështu të ngel shtazan online, se jam bërë të rrezikshëm këta. Po ti ke diellën, ashtu lindi diella, e ke dhe ministre sot, edhe është në gojën e të gjithë botës, të gjithë ka kanë si gjithë diellë. Nuk është gjithmonë kaq e thjeshtë, ti e di dashuria nuk është asnjëherë e thjeshtë, qoftë virtuale, qoftë reale, qoftë Ka ato ullje ngritjet e... Ka dhe ajo komplikimet e veta, kështu që ne duhet shojmë nëse janë të njëjtat me ato që kemi ne me partnerit respektiv komplikimet. Ma merë mëndja, po hajtë të shojmë. Në kohët moderne, teknologjia ka ndryshuar mënyrën se si njerëzit lidhen me njëri tjetrin. Rrjetet sociale kanë bërë të mundur që individ nga vende të ndryshme të botës të njihen, të komunikojnë dhe në disa raste të krijojnë lidhje të thella emocionale, madje edhe lidhje dashurie, si në rastin e Mozës, kësaj zonje 45 vjeçare, e cila prej vitesh jeton larg nga Shqipëria. Jam 45 vjeçë, jetoj në Itali. Jam e divorcuar, kam 2 fëmijë. Para 5 viteve kam njoftë një djalë në rrjetet sociale, Labinat Ademi. Është 40 vjeç. Vazhduam dhe folëm dhe unë njohëm. Shpresova që do kem diçka serioze me atë person. Pas një martese të dështuar, zonja, me dëshirën për të rinisur një jetë të re, u investua për 3 vite me radhë në këtë marrëdhënie, edhe pse në distancë. Në këto 3 vite jeni takuar ndonjëherë? Jo, asnjëherë. Ku jeton te ky zotëria? Ky në Irlandë. Duhet sqaruar këtu se kjo pamundësi për t'u takuar ishte për shkak të mungesës së dokumentave irlandeze që e kufizonin 40 vjeçarin për të udhëtuar drejt shteteve të tjera. Por pavarësisht kësaj pengese që padyshim ndikon shumë në një marrëdhënie në çift, dukej se çdo gjë ecte shumë mirë. Deri në një moment ku Labinoti i tregonte dashurës së tij virtuale për një vizitë në Kosovë tek familjarët e tij. Dhe aty, sikur të mos kishin patur gjithë këtë komunikim 3 vjeçar, gjërat morën një tjetër rrjet të padëshiruar për Mozën. Ndan familja vet nga unë se kërkuan që të gjeni nuse tjetër. E takuan me atë gocën, foli me atë gocën, më bllokojnë komplet rrjetet sociale. Në logjikën e një shoqërie maskiliste si e jona, Labinoti nuk i detyroi asnjë gjë partneres së tij virtuale, pavarësisht një investimi shpirtëror 3 vjeçar. Por nuk është ky problemi, sepse halli i zonjës është tjetër dhe nuk lidhet as pak me braktisjen e beft që i bëri partneri. Mas 2 muajsh u prish me atë gocën, më ka marrë një numër tjetër. Kuptohet,
për t'i propozuar që të riktheheshin sërish bashk. Gjë që nuk do të pranojë nga zonja pas zhgënjimit që Labinoti i kishte shkaktuar. Nuk e pranova faktin sepse me mojti ca vite, edhe ca vite ajo ishte gënjesht, më ka hek nga gjitha rrjetet sociale. Mbrapa do i thash tim punë tane, unë punë time. Por këtu nisin problemet, sepse ndërsa 45 vjeçaria vendos të shkëputës marrëdhëniet me Labinotin dhe të marrë në kontroll jetën e saj, ky i fundit nis ta bombardojë me mesazhe me qëllim rikthimin e raportit. Pavarësisht se siç e theksuam, ata njiheshin vetëm virtualisht në rrjetet sociale. Merr me adresa falso, edhe prapë më shqetëson, nuk asem lën rahat, më thonë ti vazhdo jetën tënde, unë vazhdo jetën time. Për sa kohë i bën këto përndjekjet? Përndjekje bëni t'ia thosh 1 vit e gjysmë, 2 vite kështu. Çat herë domethënë që ka ikën në Kosovë bën të përndjekje. Ju shkruaj njerëz në rrjetet sociale, merr shoqërinë e TikTokut dhe i bën krejt friendsa. Se mos harrojmë, të dy ish-partnerët janë përdorues të rregullt të TikTokut me grupe miqsh virtual, të cilët i hapin zemrën njëri tjetrit. Dhe pikërisht, nga platforma ku lindi dashuria, nis edhe lufta, presionet dhe shantazhet. Do ikë familja, do shkoj ke fëmia, do shkoj ke ish-burri, do gjë gjërat e tuaja ke ish-burri që ne dy kemi lidhje. Merr njerëzit kohë, ju prish njerëz dhe punë. E ka marrë një shok timin që ishte shok lidhje pa pas fare, vetëm që e kisha admin ke TikToku, ka marrë ka prish me të fiume. Të fiume sa ti djalë i ka thënë këto dy kanë lidhje me njëri tjetrin. As nuk e njoh, as nuk njeh thjesht shoqëri e TikTokut. Benit ka marrë, tani kam punë me të. Për atë zot jo, se s'kam punë me të. Të lutem, më merr në Snap ta sqarojmë këtë problem se i gjithë trupi po mdridhet. Ka rriti ka shkuar kushëri e tim. Labinoti do që të kthehet me ty? Ai kështu kërkon ai po, një njeri që do me u lidh sërish vjen në tako. Po jet lidhë sërish edhe të fusë blok, që do jem unë pengu atij personi. Ta kam dhënë shansin për 4 vite edhe s'më vlerësove. Hiqe blokun, vetëm ta dëgjoj zërin dhe të shoh, të lutem. Nuk bëhet fjalë. Në pamje të parë, duket sikur Labinoti kërkonte rikthimin, por në realitet, ajo që ai kërkonte ishte vërtet bizare, sepse kur përballej me kërkesat e ish-partneres për të takuar fizikisht, ai gjithmonë shmangej. Ti ke thënë do takohemi, si do e vazhdojmë historinë tonë. Hajde më takojmë në Tiranë. Nuk erdhe. Nuk donte. Nuk donte. Ishte pamundësia ti për të ardhur apo ti ishte fri? Bimet e veta që kishte bën ishte fri. Është disi e pakuptueshme kjo dëshirë 40 vjeçarit për të mbajtur një raport afektiv thjesht virtual. Sidoqoftë, në epokën e rrjeteve sociale, edhe kjo lloj dashurie duket si normalitet. Por refuzimet e një pasnjëshme të ish-partneres nisën ta irritonin deri në atë pikë sa të humbte tërësisht kontrollin. Emër zot të tutna, emër Allah të tutna. Jam në bilen një herë jetën tonë. Në rreth dy kalamojt. Në më ka kohë zamë, më ka kohë. Emër Allah, më ka kohë zamë. Merja. Në të vëros, me dy dur të veta. Këto mallkime makabre i adresohen 2 fëmijëve të Mozës, vetëm sepse ajo nuk pranon të qëndrojë në këtë lidhje të gjatë virtuale. Por çmenduria e Labinotit nuk ndalon këtu, sepse pas mallkimeve vijnë edhe kërcënime direkte, në të cilat përfshihen dhe të afërmit e 45 vjeçares. Këto kam po tatuazhin, më ke kohë zamë më të. Sot kam lutë me bë tatuazh, jetën tatuazh. Unë e bona, jo, të shkoj bëni për tjerë. Të drap të shpisë. Tash kam po të hak mirë se mas e kam këtë smuj. Këtë gjeta kam të qitë drap të shpisë. Një ka një. Ta që kemi po kështë shpjellë. Këtu duhet të sqarojmë diçka. Gjatë kohës që të dy partnerët kanë qenë në lidhje, Labinoti ka bërë një tatuazh si simbolik të dashurisë së tyre, por kjo gjë nuk ka ndodhur nga zonja. Ai me zemrim e cilëson mos realizimin e tatuazhit si tradhtim ndaj tij. Kjo dashuri virtuale që shkon deri në çmenduri, në një gruaja që nuk e ka parë asnjëherë përballë, nuk ja ka shtrënguar dorën, nuk ja ka prekur kur flokët, nuk ja ka ndjer frymarrjen, mund të përdoret për një studim socio-psikologjik. Dhe imagjinoni që ende nuk i kemi thënë të gjitha. Pasi bën si qaraman, duke shpikur kancer në trupin e tij, Labinoti rikthehet teorive me tradhti nga një grua të cilën se ka takuar asnjëherë të vetme. Se i kam shkruar, i kam thënë të shkatroj me farefis nëse ke diçka me mimoza. Ti ke shkruajtur dhe ati kosovarit, se erdhje i po do ta shkatroj. Nga tradhtia me atë kosovarin, edhe Moza hidhet në kundërsulm, duke i numëruar Labit mëkatet e një pasnjëshme. Një bisedë groteske, në të cilën 45 vjeçaria përpiqet të shpalos versionin Playboy të Labit. E di sa shumë ke dashur, ai sa më tradhtove, me 4 veta. Sa kam qenë me ty s'të kam tradhtuar kur. Duke u takuar me të Kosovës me nënën tënde me motrat. Jemi takuar, por s'kam bërë
Këtë se vëm në dyshim, femrat për labin janë vetëm për biseda. Prandaj kjo akuzë për tradhti vetëm sa i het benzin zjarrit. O të vdekshin familja, në aksident. Jem Allah, në aksident vdekshin familja. Sa ti jem gjallë, s'ka shans të lidhet me ty, sa të më raj ky damar. Pas këtyre mallkimeve të radhës ndaj fëmijëve, të tjera çate kërcënuese. Duket se tashmë Labinoti është tërësisht jashtë kontrollit, ndaj përpiqemi ta bindim që të heqë dorë nga kjo marrëzi dhe ta lërë të qetë ish të dashurin e tij virtuale. Labinot si e? Unë jam Luela nga emisioni Piranjat. Çfarë po ndodh midis teje dhe Mozës? E ka pru kjo vetë këtë gjendje. Kur ka ikë Shqipni me një Valbeni, e dini kjo fort mirë, ka shkru me ta, edhe ai e ka pranu që jam taku, ka qenë lidhje me mua, është korrekte? Ti e ke të faktuar që e ka takuar Benin. Ai vetë ka pranu. Që në fjalinë e parë, Labi akuzon ish partnerin virtuale për tradhti. Labinot, a mos është e kundërta, sepse ne kemi një histori ndryshe. Jetia i që je zhdukur prej 2 muajsh sepse familja të ka fejuar. Pastaj, mos harrojmë që raporti juaj nuk ka qenë një jetë si me çiftet e tjera, sepse ju nuk jeni takuar kurrë. Ja, unë kur një jetë se kom bo që ku është 5 vite, kur një jetë, një herë kom bo një gabim, se jam diku edhe më kam bo kryt lamsh. Kur një marrëdhënie nuk funksionon, pse duhet mbahet me zor? Oj, dëgjoj, këtë atu nuk është për nonën teme, është për to. E mu prejnë besë mu, it's not good, yeah? 40 vjeçari përpiqet me çdo kusht të na bind që ka bërë çdo sakrificë për dashurinë e tij virtuale, ndërkohë që bëhet pak lëmsh në lidhje me sëmundjen e tij të pretenduar. Ju vuani nga ndonjë sëmundje? Jo, vallai. Atëherë pse i thoni Mozës jam me kancer? Jam ato e kam po. Se realisht ju jeni të sëmur me kancer që unë të uroj të shkuara. A duhet ta përdorni ju si argument apo si alibi për të tërhequr Mimozën ndaj jush kur Mimoza ta ka bërë të qartë që nuk do të jetë me ty? Jo, absolutisht. Për çfarë argumenti? Nuk don me konë me mua, nuk don, I don't give a fuck. Ha pra, ato po themi edhe ne. Jo në këtë formë, por thelbi është i njëjtë. Por kur mendojmë se mund ta mbyllim këtu, fiksimi i labit rikthehet fuqishëm. Vetëm në të më thëtë kam gjinje për ty e shef se shka bëjo në për tonë. Jam gjendje edhe në burg me i për tonë. Dashuri nuk është të përndjekësh apo të thuash do shkoj te familja jote, do shkoj te fëmijët e tu, do shkoj te misia jote, nuk është dashuri, që ta dish. Në Shqipëri është vepër penale shantazhi dhe përndjekja. Besojmë se tani do të bindet dhe të gjithë do të shkojmë të qetë në shtëpi. Mimoza, ti do ta vazhdosh lidhjen me Labinotin? Do lidhem me Labinotin. Vazhdohet lidhja me një njeri që bën shantazh. Nga mënyra se si Moza po e shpreh refuzimin, në fakt nuk na bind as ne, e jo më Labinotin, i cili aq do që të rikthehet në pikën ku e nisëm. Sot e kam që to, nuk ka shans me vazhdu jetë. E ja kam bo me kamerë që shtë sukur ti që jetë unë pot, edhe i kam thonë, bën edhe ti, ja pe bëj e s'pe bëj, u që ka bo trëndafilin. Po pse për Labinot, nuk mund të bëj tatuazh për qef një vajzë, një zonjë. Po pse bëna unë? Ti e bëre sepse ti ashtu e shpreh dashurin, Mimoza nuk e shpreh me tatuazhe dashuri. Nuk e shpreh, kjo se ka shpreh kur njëtër. Labinot, kjo e juaja ka qenë vërtet një lidhje e gjatë. Vjen një ditë që raporti nuk është më ai më parshme. Moza është në të fazë kur nuk ka më interes për këtë lidhje në distancë. Ti duhet ta pranosh këtë gjë dhe ta lësh të qetë. Nuk e dija ke qenë herë dashurume. Tatuazhe mënesh me mbolu, po thjerrjet në zemër që janë bëu, por këtë tatuazh kornit s'mundesh me mbolu. Në ta vazhdon. Po me që person një orë këtë shpi se më shtin bërë. Pasha qatë qikë që e kam bërë kam më shti. Me që ato, ja, me kondon. E dina i farë, fort mija me cëllë person. Me që ta dë ju, me tjetë kondonët. Më në fundit s'ka arritëm, por me kush që Beni të mos hyjë në jetën e Mozës. Si çdo gjë e bukur ka një fillim dhe ka një fund dhe ja ku mbërritëm edhe në fund të Piranjave për sot. Faleminderit shumë që ishe pjesë e këtij show. Faleminderit që ishe krah meje në krahun e djathtë dhe faleminderit që edhe ti një kontribut të rëndësishëm në ekspozimin e problematikave që e mbysin shoqërinë tonë. Patjetër edhe nëse nuk e arrim të zgjidhim, fakti që i ekspozojmë i jep një pastrim të mirë moral shoqërisë, një katarsis. E vërtet është edhe unë ju falenderoj shumë, edhe jam shumë i lumtur që më dhatë mundësinë t'ju jap një dorë në këtë. Se s'para jam i mësuar me këto punë e pastrimeve, po është më tepër që ishte edhe era ime parë, kështu që... Si era e parë mo? Era e parë në bashkëprezentim, në veç prezentim, në vetë tekpull, në gjitha llojet e prezentimeve, kjo është era e parë e imja në një emision, në një spektakël është era e parë për gjitha. Do të thënë, unë të kam hapur derën drejt televizionit, kësaj bote magjike dhe kaq të sinqertë dhe të vërtetë ku nuk ka asnjëherë njerëz që të bëjnë gjëra mbrapa krave.
Kjo ishte për terapistin tim, nuk ishte për studio. E kuptova. E ndjeva, pra nuk do vi më, jemi në rregull. Tani shkrije të gjithë talentin tënd prej aktori, sepse kemi atë mantrën tonë të programit. Kemi gjithmonë një mantra ne, një fjali përmbyllëse. Nuk ja ka thënë njëri Besi, seriozisht e keni, afronçik. Në fund të programit themi kujdes, piranjat kafshojnë. Okej. Kujdes! Piranjat kafshojnë! Që nga jugu në veri me të rënjë e rësirë në përfusha, në përkodra vëshëllenjë e kërësirë pra pura, hajt pini orë qast për që kallim në të erët a feste e një rast. Hani pini dhe rëmpeni, pushti qepën, pushti ajka, të pa prek ju qepti dreka, milioner ju suri tërka. Hani pini rëmpeni.